që festat nuk mbarojnë me natën e ndërimit të viteve, ato vazhdojnë sa herë që ne mblidhemi së bashku për të biseduar, për të reflektuar. Ndaj edhe sot ne zgjedhim të festojmë ende me njerëzit që gjatë gjithë vitit na kanë sjell emocione, na kanë përcjell lajmin, na kanë përcjell të vërtetën. Dhe në një ekran si ky ku jemi ne, në Report Televizion që prej vitesh ka ndërtuar një emër prestigjioz në panoramën mediatike shqiptare, lajmi gazetaria nuk është vetëm raportim, por është besim publik, është përgjegjësi, është e vërtet, është debat. Ndaj sot kam ftuar në shtëpinë e Reze Dielli për t'i pritur ngrohtë ata që çdo ditë janë në terren, na përcjellin të vërtetën, emocionin, reportazhin, lajmin. Çdo gjë e bëjnë me profesionalizëm, me sakrificë, me përgjegjësi. I kemi parë në terren, në studio lajmesh, por sot kemi vendosur t'i shohim pak ndryshe, si ka qenë viti i tyre. Si e përcjellin atë dhe çfarë ndodh prapa një emisioni apo një raportimi. Nga reportazhi që lidh veriun me jugun, tek dosjet që hapin plagë shoqërore, deri tek memoria kulturore që na kthen pas në kohë, deri tek recetat e traditës, do të kemi një panel interesant me Elian Tanini, autori drejtuesi Esenca Markor dhe drejtor i arkivit të filmit, kështu që ky vit ka shumë për të folur për Elianin. Mirë se erdhe. Faleminderit që ndave jetën time mes dy gjysmash, Report TV-s edhe arkivit të filmit. Postit që të ka sjell ky vit, kështu që duhet të ketë qenë një vit me shumë gjëra për të folur. Admirina Peçi me emisionin Dosja Kjo, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Kënaqësi dhe gëzuar. Agim Pipa, emisioni Veriug, mirë se erdhe. Përshëndetje familjes së madhe Televizionit Report TV. Kënaqësi që jemi këtu të festojmë së bashku. Faleminderit. Dhe krahu im në këtë rast i maj, se gjithmonë e shihni në krahun e djathtë, Albana Mantja, shefe kuzhine. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Dhe një gëzuar për ta nisur dhe për të përshëndetur dhe bandën tonë, Serdi Ranka, Biu Çela dhe Astrid Brahja. Përshëndetje, faleminderit që do të jeni me ne, gëzuar për të na sjellë atmosferë dhe muzikë siç duhet të jenë ditët e para të vitit. Faleminderit. Gëzuar të gjithëve. Gëzuar. Edhe pse kemi kaluar atë ndërimin e famshëm të vitit edhe kemi hyrë në një vit të ri, nesër do të flasim për ato që lanë pas dhe më pas për qëllimet, objektivat, synimet, pritshmëritë që kemi nga ky vit.
Ta nisim bashk, drejtor? E nisim si duash ti komshie. Nga autor, tashmë dhe drejtor ke një përgjegjësi më të madhe. Më thuaj pak si po e përjeton të qenit në krye të një institucioni të rëndësishëm, apo rrezikojmë të jetojmë me memorien se sa me të shkuarën sa me të tashmen, çfarë po ndodh aty? Pyetje shumë e mirë. Megjithëse unë jam mësuar me shumë punë edhe në Report TV, se kështu është natyra ime, tani kësaj shumë punës më duhesh e t'i shtoja edhe ca shumë punë të tjera, të cilat njeriu i zgjedh vetë, nuk është se ja ngarkojnë mbi shpinë, se po të doj, thot vazhdoj njërën anë edhe ecim përpara. Po është bukur ta ndash ditën mes arkivit të filmit dhe Report TV-s. Sa e ndihmon njëra tjetrën? E shkatrojmë njëra tjetrën, duhet dish vetëm ti shkartisësh mirë. Po janë okej, qëndrojnë mirë me njëra tjetrën. Unë atë institucion kam mësuar se si duhet të sillemi dhe me videot e vjetra që ne shfaqim shpeshherë në ekranet tona, edhe unë vetë, madje. Po janë dokument që na duhet, janë një identitet, një histori, një memorie. Patjetër, memorie një institucion është memoria e vetme shqiptare nga viti 1913 deri në ditët tona. Risia në institucion është e larmishme, së shpejti do të hapim një kinema që ka qenë vetëm e mbyllur, vetëm për disa njerëz, vetëm për premiera, filmash. Pra, projekte të 2026, po, ajo do të rihetëzohet pak më ndryshe, quhet tashmë kinema Drita, sepse ka një emër, kinemaja pa dritë nuk bëhet, po edhe Drita është një emër që është shumë komun dhe është një emër i bukur. Unë vetë kam dashur të quaj vajzën time Drita, për të mos të humbur këto emrat e bukur, Zana, Drita e të tjerë. Do të ketë një program të vetin, njerëzit do dinë se çfarë do të shohin atje dhe vetëm atje, filmi nuk del nga atje, përmes një programi njerëzit do të lënë oraret të tyre për të parë kineman, për të parë filmat në kinema brenda orarit të kinemas. Do të vazhdoj pastaj me restaurimet e filmave, që është sfidë më vete, që është krenaria e punonjësve të arkivit të filmit, dhe me gjitha impenjimet e tjera që... Me gjithë të impenjime, koha për familjen, për... Dita ime nis në 5:30 të mëngjesit dhe mbaron në 2:30 nga reporti. 2:30 ke fjalën... 2:30 të mëngjesit këtu, po. Kështu që është për familjen zero gati. Është vetëm një përshëndetje... Ke një premtim tani për 2026? Është vetëm një përshëndetje me vajzën që e çoj në mëngjes në Kopësht, takimet njerëzore me gruan, kuptohet, se s'duhet të harrojmë dhe gruan, dhe pastaj... Sa mirë kuptu se ka qenë për kohën tënde të ndarë kaq... Po e bëm paktin që në fillim. Pastaj rrugës filluam ca ciu miu diu viu, dhe... I lakë për 2025-ën këto besoj, tani 2026-ën jemi... Unë dje po shkruaja në grupin e WhatsApp-it të institucionit, disa punë, si kur po vinte 2027 dhe isha në 2026-ën me... E kapa vetën time pa dashje, si kur përmbaron të 2026, dhe po prisja 2027, kështu që... Po falë pas e kaluar si lojtari shau, të s'kam qa bëjt tani, pa dashje edhe ndodhë në një, edhe kapa vetën time duke shkruar për mirupafshin 2026, kështu që... Nërsa pastaj reporti është shtëpia që më ka bërë ky që jam, edhe falë edhe drejtuesve të institucionit. E vazhdojmë, jemi rreth 80 minuta, tani jemi pak më shumë se zakonisht. Janë 3 sfida të ndara mes njëra tjetrës, që nuk janë njësoj, ku e para është esenca që bëjmë tani, si komshinj të mirë që jemi. Duhet ta shpjegojmë që i kemi studio në ditur. Po, harrove ti që para pak vitesh ishe tek unë, kështu që tani jam unë të ti. Bota është portokall, rrotullohet. Dje sot këtu, kështu që ne kemi një hapësirë të ngrohtë, mirëpresim gjithë familjen e Report, sot festojmë panele pas panele, më pas do të jetë një panel tjetër, derisa të njohim më nga afër dhe në fushat të tjera, jo vetëm në ato çka kamera shfaq. Të kalojmë pak te Admirina, si ka qenë 2025 dhe si e ke nisur 2026-ën? Po, ka qenë në një vit i mirë nga ana profesionale, me pak sfida shëndetësore, të cilat i kemi kaluar me sukses, dhe me një energji të mirë, them tani për 2026-ën, me plane që i kemi vënë pak në avans dhe që na ndihmojnë pak në profesionin tonë, se për ata që nuk e kuptojnë ne duhet të xhirojmë
për 2006-ën. Ti bëm pak më përpara, dosjet, ose? Sidomos në profilin që kam unë, që duhet të nëzitojmë për të xhiruar personazhe dhe për të marrë historitë e tyre, sepse ata janë në një moshë të shtyrë. Mosha bën të vetën dhe sigurisht duhet t'i gjesh mirë me shëndet për t'i intervistuar. Edhe kujtesa sa më e freskët të jetë, aq më detaje sjellin protagonistët në rrëfime. Ke ndonjë dosje që të ka rënduar shumë emocionalisht vjetë edhe pasi u mbyllë emisioni ose... Ka pasur, pothuajse se cili personazh ka atë anën e vetë të ngarkesës emocionale, me cilën unë bëhem njësh kur ata rrëfejnë. Procesi i dosjes kë është, baza është rrëfimi, edhe të marrësh një rrëfim, ndonjëherë do të jesh shumë i kujdesshëm edhe kur bën pyetjen. Ose më mirë kur nuk duhet ta bësh pyetje që ta lësh atë të rrëfej. Gazetaria dhe ku fillon përgjegjësia morale jote. Jo, nuk është vetëm për atë, por duhet ti krijosh terren që ai të rrëfejt gjithë të vërtetën e vet. Edhe ndonjëherë edhe një pyetje që ne nga ana gazetareske themi se duhet bër, ndonjëherë është mirë mos ta bësh, ta lësh ta mbaroj rrëfimin e vet. Pra duhet të dish ta marrësh rrëfimin dhe pastaj pjesët që mungojnë në puzzle ti plotësosh pak më vonë. Por e rëndësishme është që këto histori të merren dhe të jenë sa më të vërteta dhe të shkojnë tek shikuesit bashkë me mesazhet që duhen përcjell dhe ta arromosh këtë gamë të historisë ose këtë anë të historisë. Nuk është e lehtë, por që është shumë e domosdoshme, sepse nëse ne nuk e kuptojmë si e kishim të djeshmen, ne nuk dim të jetojmë sot dhe nuk do dim të jetojmë as nesër. Në planin familjar? Familja vazhdon me këto sfidat tona, si unë edhe bashkëshorti jemi këtu. Jeni të dy në një institucion? Vim bashkë, ikim në darkë. Kjo është, e kështu e kemi zgjedhur, kemi 20 vjetë tashmë, dhe nuk largohemi nga familja e portit. Të dy në të njëjtën institucion për vitesh? Vajza vjen na viziton ato orët e mazitës kur vjen nga shkolla, na pret, e presim, me ato të lashet e kryeqytetit që kemi me trafik, me gjithë gjërat e tjera. Dhe pastaj në darkë vijon mami, punët e mamit. Ekuilibri, po, është ekuilibri. Elian, që po mendohesh? Po mendon për 2027, në arkivi, filmi, esenca, markort, familja, njerëzit. Po të gjë familje dhe prandaj po mendohesh. Se dhe familja ka vendin e vetë. Jo, vjen një moment që ndihesh edhe ke ato pengjet e tua, që prit se koha, familja, puna aty është. Vjen një moment dhe ndihesh si mobilje në shtëpi. Ose mobilje letre, si libër i vën aty për sa për zbukurim. Po jo, është sfidesh prapë. Është momenti për të reflektuar, se prandaj jemi këtu dhe të reflektojmë. Çdo gjë ka kohën e vet, duhet i kushtosh kohën e duhur. E rëndësishme është të dish se ku do të shkosh me atë që ke nisur. Po. Do kaloj tani te Agimi. Po. Agim. Veri jug. Shqipëri, apo veri jug. Veri jug. Po mirë, Shqipëria ndryshon më shumë nga veriu në jug apo nga qyteti në fshat? Atëre. Kur ndryshon më shumë? Ne i kemi premtuar në 2025 teleqikuesve thamë që do të sillim Shqipërinë e vërtet realisht. Sepse në mjaft portale, po edhe media, pse jo, gjithmonë kemi një njollë të zezë për Shqipërinë, çka nuk është e vërtetë. Duke u thuar nga javën e javë, nga muaj në muaj dhe për të mbyllur edhe 12 muajt e vitit, unë kam parë ndryshime vërtet të madh që ndodh në përfshatra. Nga ana fizike, sepse fshatrat tashmë kanë ndryshuar jashtëzakonisht, fal punës së njerëzve, por edhe investimet e emigrantëve sidomos për familjet e tyre. Unë kam takuar fjalëve gratë 60 vjeçare që hypin mbi traktor dhe punojnë tokën, sepse djemtë janë në Gjermani apo në Angli apo diku në Itali dhe në Greqi. Kam takuar mullixhi, kam takuar fermer, të cilët investojnë pafund, edhe pse nuk e kanë shpeshherë edhe mbështetjen e shtetit, për të mbajtur gjatë me punë dhe vetëm me punë. Prandaj edhe unë sot jam krenar për punën që bëjmë, së bashkë me kolegët e mi. Ke punë shumë të bukur. Kush e shikon nga ekrani, nga veriu në jug, nga jugu në veri, lindje perëndim, reportazhe, vizita, pavarësisht se shumica nuk e din se sa e lodhshme që është, duke thosë se ke kënaq duke udhëtuar. Është vërtetë, i ka brenda të dyja. Kur udhëton me makinë, ke edhe një antistres, nga ana tjetër kur pret pasaj të takohesh me njerëz më parë nuk i ka njohur kurrë, por që merr diçka surprizë, merr mikpritin e tyre, ngrohtësinë e tyre, intimitetin e tyre. Dhe ata përcjellin jetën në fshat. Njerëz që zgjohen në orën 4 mëngjesit, ashtu si Eliani, edhe që kthehen në shtëpitë e tyre në orën 9, në orën 10 të mbrëmjes.
duke harruar, si sa dhe Admirina, shpesh harren dhe familjen e tyre. Sepse tillë është jeta, do shumë mund, shumë ders, shumë sakrifica. Është ai që tha e kanë qëllimi ku do të shkosh me ato që bën. Bravo. Kjo është po them ajo që kam sjell gjatë 12 muajve të vitit kaluar, por duke respektuar shumë sidomos lirinë profesionale që ai kanë në Report TV. Sepse askush për fatin e mirë nuk censuron, askush nuk... Për të pasqyruar realitetin ashtu siç është, në të vërtetë. Kur ti e bën punën mirë, kur ti qëndron aty ku duhet, pra njerëzve dhe vetëm pra njerëzve, për të sjell Shqipërinë e vërtetë përsëris, atëherë mendoj se ja kemi arritur qëllimit, bashkërisht si familje. Sa ka pikërisht gjithë kjo punë që bën edhe në pasionin tjetër tëndit të shkruarit poezi? Frymëzohesh, besoj. Shumë, jashtëzakonisht, sepse sa më shumë e prek realitetin, aq më i qeti shpirtërisht, aq më me emocion del dhe një poezi kur e shkruan. Mund të jetë mëngjes herët, mund të jetë natën vonë dhe kështu me radhë. Por jetimet që marr nga takimet me njerëzit, përpiqen të sjell në një blog poezish, po them. Bukur. Shiko, ke ndonjë reportazh që ke realizuar ku ti je ndier më shumë qytetar se sa gazetar? Tani, që mund të na kujtosh? Më bën tani që të ndaj në mënyrë jo artificiale elitën nga populli thjesht dhe i mirë, nga populli punëtor dhe i sakrificës. Okej, reportazhi im i fundit është transmetuar të dielën e fundit të dhjetorit. Kam pas në fokus një piktor të mrekullueshëm, elitar. Ai ishte Vangjo Vasili në Pogradec, në qytetin që ka dritë për miliona vjetësh që është krijuar edhe liçeni i Ohrit realisht. Një piktor që më shumë ishte filozof se sa një piktor i dritës që e merr nga liçeni, e merr nga qyteti i tij, e merr nga zemrat dhe shpirtrat e njerëzve. Atë pastaj e sjell në tablot e tij të bardha, domethënë kaq bukur o zot, kaq mrekullisht. Ky ka qenë reportazhi i fundit që ndan atë që thonë juve. Njerëzit e mirë, punëtor, sakrificës, por janë të zhytur në tokën e tyre që e duan pafund me një artist. Meqense dihet që sot suksesi matet me ato të shtrenjtat klikime në YouTube, si ja bëni? Unë e bëj për vetë. Duke qenë se temat, personazhet, reportazhet, duhet të prodhohen në mënyrë të tillë që të sjellin klikime. Por ka edhe nga ato që nuk sjellin klikime. Edhe për përsëri duhet ta bëni, duhet ta zgjidhni që ta... Unë kam rastin e fundit, që është emisioni i fundit të transmetuar, që nuk ka shumë klikime. Por, për mua ishte shumë i rëndësishëm që ai transmetoi. Pse? Sepse lidhet me një personazh si një nga orientalistët e rrallë që kemi pasur, osmanologët e rrallë në Shqipëri, Vexhi Buaraja, me një jetë shumë të vështirë, por dhe shumë rezultative, me shumë produkt nga ai personazh i rrallë, edhe me një varg dorëshkrimesh të panjohura që ruheshin në arkiv, puna e tij dhe hulumtim në terren për të zbardhur të gjithë mbishkrimet turko-osmane në objekte që sot nuk ekzistojnë më. Pra është një punë kërkimore e bërë në vitet 50, ku ai ka zbuluar gjëra fantastike dhe që i ka lënë trashëgim për gjithë brezat që do vinë më vonë. Qëllimi primar është që të kem tema ekskluzive. Sot ne të gjithë e dimë se sa vështirë është të bësh ekskluzive. Po ka, duhet kërkosh dhe duhet të gjërmosh. Nëse s'ka ekskluzive, unë sjell diçka tjetër nga një intervistë që mund të jetë bërë diku në një televizion tjetër, këtë e kam si kusht primar. Pastaj baraz me këtë është edhe klikimi, sepse fundja ajo mat edhe punën tonë, nuk kemi çfarë bëjmë, kështu janë të gjitha kushtet, jo vetëm tonat, po edhe në televizione të tjera, madje edhe në televizione të tjera ndërkombëtare. Unë e kam punën vetë, sepse nuk kam të tjerë që të punojmë, shumica edhe besoj edhe kolegët ashtu janë. Emrusi përbashkët juve është durimi. Durimi për personazhet, për të dëgjuar ato. Pastaj unë e di se sa vuaj për të nxjerrë nga personazhi i cili më ka thënë ndryshe në kafe, një gjë dhe ndryshe kur ulet në intervistë, se sa e tmerrshme është dhe nga ato shënimet që ti ja kërkon ta zëm, po ja fuskot pemën e vitit të ri që ishte atje në cep, ai sta thot. Ndoshta do ishte mirë që të mos e pini atë kafen. E kam provuar. E ke provuar se dhe mua më ndodh me personazhet. Në publicitet më thon diçka dhe thon mendojnë se e kanë thënë dhe nuk e rithon pastaj kur janë në transmetim. Kurse unë nuk i lejoj kurrë të ma tregojnë historinë. I them nuk i thua më përpara historinë. Unë urë të pi një kafe me ata
dhe të zbuloj sa më shumë sekrete nga jeta e tyre. Ti thonë për së dyti? Po, mi thonë pasaj. Sepse Bashkë unë duke të gjuar, ju a bëj pasaj pyetje. Tani unë do kaloj të Albana, ne jemi për ditë bashk, edhe sot është shumë e bukur që të kemë në panele dhe të pyes. Por shiko çka kam përgatitur, nëse gazetarët e Report Televizion do të ishin pjata, kush do të ishte më djegse, kush më i ëmbël apo e ëmbël dhe kush më i apo e fort? I apo e fort? Mi qënë se jemi me tre. Për mua i ëmbël është Agimi, pjatë ëmbël. Ta gëzosh Agimi. Mësim nga ato të para viteve 90. Elianda vendosja në një shije që është edhe krip dhe ëmbël. Rukola. Rukola është e idhur më qa flet. Po unë e shoh edhe ashtu dhe kështu. Do dalë të terren, ta shijosh më mirë. është një pjatë gurme që ka dhe të ëmbëlën dhe të kripurën. Dhe në përgjithësi vjen një pjatë aziatike. Po, në përgjithësi vjen një pjatë aziatike. Është një shprehje që uthulla e fort plas enën e vet. Dhe me gjetjet e tua, me kërkimet e tua, unë vendos admirinën. Sepse durimi është gjëja më e madhe. Kur dikush shkoi pranë Zotit, e tha dëgjoj, tha të lutem shumë, tha kam këtë. Të lutem, tha dua durimin ku ta gjej. Nuk të ndihmoj dot, tha, sepse durimin do ta kërkosh te vetja. Brenda vetes është. Pra për të sjellë të gjitha ato emisiona aq të bukura, kërkoni durim. Tregoj unë çik panelistëve tanë dhe shikuesve se sa stres ka prapa kamerës, se ti del aty qesh o receta është i lajmeve. Gatim pa qep, sidomos. Por që prapa asaj performance të cooking show që themi nëse gatimit për audiencën e gjërë, ka edhe stres në brapa kamerë. Pa tjetër që ka stres, ka shumë orë që ti çdo ditë, janë shumë orë që ti merresh, jo vetëm atë recetë, sepse çdo ditë ti zgjedh receta. Do bësh kërkime. Pra unë jam non stop në kërkim recetash. Dhe kudo që shkoj, marr receta. E vërtet. Marr receta. Pra është një punë këtu të paktën 5 vjeçare, por dhe në restorantet kam kërkuar gjithmonë receta. Dhe kur nuk kam qëndruar në një restorant, por kam lëvizur. Arsyeja pse? Sepse doja të mësoja pjata të reja dhe të ndryshonin. Dhe ajo më ka bërë mirë në punën time. Do thoni ju për klikimet. Normalisht unë jam shumë e sinqertë në gjërat që them, por jam shumë e interesuar te klikimet. Dhe unë them diçka që ti e manifeston ajo të vjen. Dhe për modesti e themi që ne gjithmonë jemi të parat. Ju lutem një pyetje. Patjetër dy. Sa ka ndikuar jeta në emigrim në Greqi tek ju, si shef e kuzhinë tashmë? Shumë. Shumë. Në ç'kuptim? Sepse nuk harrojmë që të gjitha gatimet mesdhetare të Ballkanit i bjen Turqi, Greqi, Shqipëri. Shqipëria është e madhe dhe nuk është vetëm Shqipëria që është këtu, pra janë shumë llojshmëri gatimesh. Tregon plot histori Agim Albana, që nga emigrimi, që nga ato marifetet me grekët. Po, deri në 20 vjeç unë nuk kam gatuar, deri 20 vjeç. Por i kam pasur të mbartura. Po për të gatuar nuk kam gatuar. Pra nëse unë do bëja një vezë dhe u jap shkas të shkruaj njerëzit plot, kur skuqa një vezë, e bardha futej brenda, e verdha dilte jashtë. Por ishte dhe kjo diçka gurme. Agim, ti si ke marrëdhënie me gatimin? Gatuan? Po, gatuan. Jo, receta tradicionale, kontemporane, në hatë ku? Unë jam rritë në një familje të Shqipërisë mesme. Gjysha ime, ndjes pas. Gatuan të shumë, jashtëzakonisht nga Elbasanlije, kur isha e vogël 10 vjeç, 12 vjeç, ajo ndisë në obor zjarrin edhe vinte aty të nxjerrën për të gatuar. Rrinja afër saj. Më pëlqenin shumë aromat që e gjeva që gatuan, që sillte pra nga arkivi i saj, si qytetare nga Elbasani. Kështu që pastaj kur u rrita, edhe më nevojë, sepse shpesh më parë, ime shoqi punonte pafund, deri në 8, deri në 9 mbrëmjes. Do më duhet që të fshesha. Edhe duhet të gatuaj. Afrohet tek soba dhe fillova edhe mendoja, pastaj çfarë do gatuaj. Aq më shumë pastaj ajo që gatuaja, ja servia dhe ti me shoqe që vinte i lodhur. Po, gatuaj. Dhe ja që të shërbeu për diçka. Le të bëjmë një urim tani, të presim kolegë të tjerë dhe banda jon të na përshëndes me muzikën.
Gëzuar, suksese në punën tuaj, qoftë një vit i mbar, me shëndet dhe me mbarësi në çdo projekt tuaj. Gëzuar familjes madhe Report TV. Faleminderit. Faleminderit që erdhe dhe ndatë të momente me ne. Gëzuar. Banda gati për muzikë dhe ne presim kolegë të tjerë në Reze Dielli. Gëzuar. Sa ke pusi, syni zi aman por si rushi. Eq po më rika o goca ke pusi, syni zi aman por si rushi. Mje pa kuj se plasa, se më do qiva pa, se më do qiva pa më goce. Mje pa kuj se plasa, mje pa kuj se plasa, se më do qiva pa, se më do qiva pa më goce. Mje pa kuj se plasa. Goca ke javdhia dhe për dhe o qira shamia. Ish po më rika goca ke javdhia dhe për dhe o qira shamia. Mje pa kuj se plasa, se më do qiva pa, se më do qiva pa më goc. Mje pa kuj se plasa, mje pa kuj se plasa, se më do qiva pa. Kam një të dashur dhe pa ma se qmoj, ka do që të shkoj veç për të mendoj. Kjo shkoj e bukur, ko e pjekuris, kjo shkoj e dur, ko e dashunis. Ajo mri në mëndje, veç ajo në zemër. Unë jam betue, s'ka më tjetër në femër. Ajo mri në mëndje, veç ajo në zemër. Unë jam betue, s'ka më tjetër në femër. Atiri për era, sa i me notë në syje, i mu kisha të rivoni, i të preta latije. Atiri për era moj, sa i me notë në syje. Ajde!
Nuk ishte ndryshe si t'i zgjoja unë këta, panelistët e tjerë të reportit. Mirë se erdhët, faleminderit shumë që jeni në Rezedielli. Gëzuar. Si e keni nisur ditën sot, edhe vitin, se edhe dita dhe viti, se jemi në 2 janar. Tani, nëse gabojmë, mos i merr të gjitha parasysh, se kuptohet, kemi tepruar pak. Duke që ke fjetur mirë. Më në fund. Tani ta prezantoj publiku ju njeh, po unë prap dua të bëja të prezantimin tim, sepse sot do të flasim me një panel që bashkon analizën, debatin, adrenalinën, empatinë e shumë të tjera të cilat ndoshta publiku nuk i ka njohur. Pra do të zbulojmë se çfarë ndodh prapa këtyre personazheve, drejtuesve, autorëve të emisioneve, atë çka publiku nuk e njeh dhe padyshim dhe se si e mirëprisni ju vitin, ato planet, objektivat e të tjera, ndoshta mund të frymëzojnë dikë me ndonjë mesazh të bukur. Me Andi Kapshiun që na zgjon çdo mëngjes, kemi rubrikën sportive. Prej sa vitesh zgjon shqiptarët, Andi, çdo mëngjes? Çdo mëngjes. Sa vite të bën? Takimi që në orën 7, por ka pas fakt sezon televiziv që qenë edhe që në 6:30, 7 ose 8 vite që nga 2017, nuk di të llogarisë plot, por 7 ose 8 vite. Të ka lodhur mëngjesi? Nuk më ka lodhur, tani është bërë le të themi si lëkura ime, si një pjesë e ime, dhe me të vërtetë është diçka që më pëlqen, e dua të dashuroj mund të themi gjitha ato komunikime. Ka një moment patjetër që mendoj që lodhet, sepse zgjimi është shumë herë. Në mos kur je baba, që ke dhe fëmijë dhe beba të vegjël. Po edhe impendimet e tjera. Si e ke menaxhuar ti këtë pjesë? Mirë, po sërish nuk bën dot edhe pa atë. Po, gjatë viteve të fundit që jam bërë edhe baba, normalisht pjesë më të madhe e merr punë dhe familja. Ose më saktë çdo gjë është ndarë pak a shumë në punë dhe në familje. Sepse ti e di shumë mirë dhe gjithë kolegët e dinë që impenjimi në punë, në këtë punë që bëjmë ne në këtë profesion, që është shumë edhe mision, nuk është vetëm në momentin që je në ambientet punës. Po ti do informohesh edhe je gjatë gjithë kohës. Në pas pjesë tjetër me familjen. Kështu që nga pak të dyja, por çdo gjë. Aty ke telefonata nga më të ndryshme, të gjithë vjen dakord që duhet të mbash edhe një lloj serioziteti, sepse telefonatat janë nga më të larmishmet, më të bëjnë për të qeshur, ndonjëherë bashkohesh, bëhesh pjesë me hallet dhe problemet e njerëzve. Trego pak si menaxhon ti veten? Shiko, ai është një program që ka një specifik, momentalisht ne jemi nga ora 7 deri në orën 9 dhe në pjesën më të madhe le të themi unë jam në pamje dhe në plan, edhe mbi gjitha tek telefonatat. Dhe çdo veprim apo çdo gjest i vogël që unë bëj tek shikuesi ka rëndësi. Që për mua mund të jetë një veprim krejt normal, sepse unë jam, po e themi, në një vend pune. Jo çdo gjë mund ta menaxhosh edhe deri tek lëvizja e një qerpiku apo edhe tek një buzëqeshje. Unë në përgjithësi edhe në jetën e përditshme jam një tip i qetë, një person i qetë, një dëgjues i mirë. Në këtë rast kam bërë edhe impakt, që patjetër do të dëgjoj gjithë me vënë, dhe i dëgjoj gjithë me kënaqësi. Unë mundohem të bëj sa më familjare bisedën. Kjo mendoj që është e rëndësishme dhe në këtë mënyrë ti mund të hysh tek tjetri dhe në shtëpi të bësh pjesë e familjes që po ndjek. Ka shumë telefonata, ka shumë batuta, mundohesh ta nis ditën pozitivisht, sepse jo çdo gjë duhet marr aq seriozisht, aq shablon. Ekrani nuk mendoj që të kërkon gjithmonë atë formatin standard që të mos lëvizë qerpiku fare. Ne jemi njerëz, jemi në punë, por problematikat janë shumëta dhe njerëz me vërtet që telefonojnë. Gjejnë një dritare, një mënyrë për të shprehur dhe për të Gjejnë një mënyrë për të shprehur, absolutisht që edhe ndihmë kërkojnë. Absolutisht që kur telefonojnë të përmendin edhe programin e Odetës, sepse ka pastaj vazhdojnë në programet e tjera, kaloi çështjet në referoja emisioneve të tjera. Absolutisht specifike. Dhe më fal që ndërpres, dhe unë me Andin shkëmbem tek dhoma e grimit. Pra, Andi del nga dhoma e grimit. Jo, orarin me Andin e kemi thuajse të njëjtë. Unë futem në grim, Andi del nga grimi dhe diskutojmë shumë për telefonata, se dhe unë mëngjeset e mia i nis shumë herët, mos të them tani në orën 5, po në 6 e nis mëngjesin tim dhe zakonisht jam te Andi duke ndjekur dhe gjërat e bukura që dëgjoj te Andi në grim i diskutoj dhe ka telefonata dhe batuta goxha të forta dhe të bukura që bëhen dhe virale. Bëhen dhe virale në rrjetet sociale. Atë formatin e vet të seriozitetit. Këtu nuk jemi fare në ekran. Jemi në kafe, po diskutojmë qetësisht reportit. Nuk di të kujtoj në jetë tani që them edhe ndonjë batut. Për shembull, nuk di një mesazh. Në ditë e fundit të vitit 2025, ishte rasti Vlorës, si mbeti disa ditë pa ujë, edhe është një qytetar vlonjate, ishin, po e themi, telefonues si rregull, ose mike programit, unë kështu i quaj. Edhe për shembull edhe me batut që e kishte, tha për kryeministrin, se shpeshherë në fakt problemet edhe lokale të tjerë identifikohen edhe me kryeministrin si më të parin e vendit. Edhe i tha që
mi dërgoha Bert ati, po e them si që tha zotria ati Shalgjatit, se i kemi mbështetur dhe respektuar në Vlorë, kanë votuar dhe për deputeta, por që ne bërë shumë bosh me këtë çështje në ujtë. Gjithmonë ka të tilla edhe shumë më batuta se po njëra që Ti përgatit veten për situata nga më të ndryshmet. E përgatis. Për çdo të është një zonjë, edhe ajo po e themi mi keshë programin, mi se u bë disa kohë që nuk telefonon, shumë e çlirë, shumë e hapur edhe në bisedë, telefonon edhe thot ti e si nipi im, etj për shkak të moshës. Edhe më tha një ditë, tha, edhe si që veshur sot, tha, mirje, tha, po atë kostumin e zi që kështë dje, tha, ku e ke, tha, me të, tha, duke që shumë mirë, tha, kostumin e zi, tha, ku e ke. Kështu që thashëm do të rikthejme edhe kostumin e zi. Dhe kjo në fakt u bë shumë pirale. Ermal, më trego pak nga viti yt. Si ka qenë? Unë jam i lumtur për dy arsye. Së pari që shoh Andi mas 6 muajsh që takohem, se Andi nisim 5 mëngjesit 6, kur maron Andi ikën, kur vi unë se gjej. Në Grim, aty ku bëjnë drivitur. Po pse ma dik batutën? Realisht jam shumë i lumtur që u riktheva sërish në report, edhe padyshim që më shijon shumë kjo periudha, pavarësisht që ka ngarkesën e vet, se është një program krejt ndryshe nga ç'kisha bërë më parë. Kam pak të Ty t'ishe ingranuar me aktualitetin, përpjekjen e përditshme. Kjo nuk është se më lodh, se më thënë drejtën, edhe për shkak të backgroundit dhe të kaluarës, më shbër tani më si një lloj doze e përditshme e nevojshme që të jem me aktualitetin, po e kam pak sfidë me veten që të ruaj këtë seriozitetin e madh për mos lëshuar në një batut. Për shembull, kolegën që më njohin e di që her pas here edhe e kam këtë të natyrshme, por në terrenin po. Të mungon terreni, më mirë terren apo studio? Okej, studio ka një lloj po themi kështu komoditeti që terreni nuk ta jep, por të dyja kanë të bukura dhe të vështirat e veta. Po terreni ishte një periudhë e mirë ime, gati 4 vite, kështu që patjetër që më mungon shumë, por besoj e kompensoj në intervistat që i bëja më herë në terren në kontekstin politik. Është një hap shumë i mirë terreni për të hyrë në studio dhe për të menaxhuar studion. Dhe mos të lidhesh me lajmet, me aktualitetin, me debatet. Është një situatë që normalisht të mëson dhe të rrit ditë pas dite, se në momentin e parë është disi e sikletshme dhe më futen në një bisedë kaq serioze. S'ka problem, do kalojmë pak më vonë. Çuna bëni gati të bëjmë pak në provë të këndojnë. Por që është një lloj ritmi i përditshëm që duhet të ruajtur edhe për shkak të informacionit. Në aspektin privat tani, më trego pak si ishte ky vit, edhe si e nis, edhe çfarë qëllimesh ke vënë vetes? Në aspektin privat familjar, po thua? Familjar, po, familjar. Po presim i gocët edhe kështu. Jo, më prit ende. Që mos ta bëjmë kështu, por thjesht ideja është qefi i madh është atje. Se unë kam një djalë tani më 3 vjeç, edhe kjo është, po them, energjia më e madhe që më dedikohet. Edhe i dedikohem anasjellësh, kështu që vajzën nga përmenda pa qëllim, se është dëshirë për është dëshirë e fshehur e imja prej kohësh, kështu që uroj, se di ndoshta jemi me këmbë të mbar këtë vit. Kolegët që kanë vajza mund të japin formula. Po, pas kujtave ka formula. Ne tani i thamë që jemi si shtëpi, mund t'i thosh për gjithë publiku formula. Odeta, ti si e ke njësur vitin? Si e mbyllë njërë vitin 2025 dhe si po e nisë me çfarë qëllimesh? Vitin 2025... Duke si klishe, çfarë qëllimesh? Çfarë ke menduar ti për 2026, në diçka? Nëse do flasë për 2025, në si e nisa, si e mbylla, do të them ka qenë një vit që mos ardh kurrë tek mua. Një ndër vitet më të vështira në jetën time, kam humbur njeriu më të dashur, babain tim nga kjo jetë. Uroj që 2026 të jetë një vit i mbar për mua dhe familjen time. Për sa i përket premtimeve, nuk do bëj premtime për 2026, sepse 2025 më la një shije të hidhur që e nisa me lutje të mëdha dhe me premtime të mëdha, gjë të cilat nuk mu realizuan dhe tani më është bërë paksa psikologjike që nuk duhet i jap premtime vetes, nuk duhet shpreh dëshira se mos më ndodhte kundërta dhe nuk më realizohen. Por që kjo 2026 të nisi mbar, jo vetëm për mua, por për të gjithë realisht shqiptarët. Dhe uroj që gjitha projektet që kemi në mendjen tonë, në kokën tonë të realizohen, jo vetëm për mua, por për të gjithë. Pa gjumë tani është prej shumë vitesh në ekranin e Report, prej 8 vitesh, në vitin e 8 ka hyrë. Të ka friksuar ndonjë vërtet që ke zbuluar përmes historive që vinë aty? Ose do një histori që të kalon më tepër, të ka shënjuar më shumë emocionalisht, dhe si e përballon dhe ti, se aty ka shumë emocione, shumë histori të rrëfyera, shumë dhimbje. E vërtet, unë e nis ditën me njerëz që qajnë,
dhe mbyll ditën me njerëz që po qajnë. Pra, unë kam një ditë shumë të lodhshme në punën time, jo vetëm unë, por edhe stafi im, sepse ne marrim vetëm energji negative. Si i shkarkon energjit negative? Këtë nuk doja ta jep janë publik, se si i shkarkoj unë energjit negative. Jo, e di pse, sepse shumë prezentues që janë të energjia që më njohin për psikolog, ka patur nevojë për psikolog për të menaxhuar emocionet e tyre dhe për ta mirëmbajtur veten nga ana emocionale. Është eksperjenca që ka. Niki, viti i parë, viti i dytë, padyshim ka qenë shumë i vështirë. Ti nuk arrije dot të menaxhoje emocionet e tua, ngarkesën tënde të punës. Pastaj kur ti mësohesh, eksperjenca të mëson vetë. Domethënë vitet bëjnë punën e vet dhe ti e kupton që kjo është një punë dhe do ta mbyllësh në zyrë dhe kur të vesh në shtëpi mos ta marrësh me vete dhe ti e kupton që duhet t'ia shkarkosh burrit energji negative. Ço, Ermali ka punuar me mua. Nëse mund të ndryj realisht është momenti se u rrit programi i Odetës, po u rrita edhe unë bashkë me Odetën me programin e Odetës dhe duhet të them dy fjalë realisht jo për t'i bërë po themi atë qokën ose për ta vlerësuar, po se unë kam nisur në programin e Odetës në raport vite më parë. Dhe di shumë që Odeta zgjohet, punon, jeton, fles, zgjohet sërish me ndjetë vetëm me atë program. Te nuk dua që ti bëj, domethënë, lavde, por duke njohur në ato vite që kam punuar. Pra po e merr në shtëpi, e nxjerr prapë nga shtëpia, është e pamundur që Odeta mos jetoj me atë program, se ndryshe nuk do kishte këtë sukses që ka. Dhe unë kam patur fatin të punoj dhe falenderoj dhe publikisht, sepse realisht më ka ndihmuar shumë që të kuptoj një kontekst tjetër të gazetarisë, sigurisht është investigative, terreni, përballja, përplasja, mohimi, vetmohimi, e gjithçka që ai program i ka. Unë e njoh, prandaj e them. Sot kam programin tim dhe mund të lavdëroj programin tim, por për thënë të vërtetën, është ashtu siç është. Dhe energjia e madhe që ti merr me njerëzit është një ndër sfidat që ti përjeton më së tepërmi. Unë kam përjetuar për gati një vit e pak dhe një ndër arsyet që realisht vendosa të largohem është kjo gjë. Ta bësh për 8 vite, sigurisht që meriton vlerësime dhe dorëtrokitje. Faleminderit. Me emision ke fakte nga më tronditëset. Është e vështirë të mos jesh paragjykuese për çdo gjë që të vjen aty, histori të ndryshme, fakte të ndryshme. Dua apo nuk dua, unë gjithnjë mundohem të jem e ftohtë. Kur hy në program, unë nuk hy me qëllimin që ta vendos veten në rolin e personazhit, të bëhem njësh me personazhin, të qaj me personazhin. Këtë nuk e kam bërë asnjëherë dhe nuk do ta bëj asnjëherë. Padyshim pas kuintave, padyshim që e vendos veten në rolin e personazhit, ndjem keq, e përitoj dhimbjen e personazhit, por kur hy në program dhe hyn ajo sigla, unë aty jam gazetarja dhe Ka qenë era e fundit që ke qarë prapa kuintave për historinë që ke dëgjuar, për ngjarjen që të ka ardhur në redaksi. Niki, pas 8 viteve punë me dhimbje, me histori, besoj që lotët do ishin të tepërt nga ana ime. Unë nuk e di, unë e kam vështirë të qaj në program, jo se nuk jam prekur, absolutisht, kur ke një fëmijë përballë dhe të qan, prekesh, unë përjetoj shumë emocione, mundohem që mos t'i shfaq dhe nuk dua që në studion time të ketë vetëm lodhe të qahet, por të kalojmë tek historia, të kalojmë te investigimi, dhe të qëllimi. Një forcë të madhe psikologjike dhe emocionale. Por për shembull do ta bëja dot emisionin tonë. Gjensila Blerina, Andi, Ermali e tha, do të bëni të emisionin pa gjumë dot? Unë personalisht jo, duke qenë se unë merrem gjithkohës me raste pozitive, histori frymëzuese, të tjera. Mua më japin atë gjendjen e mirë, plus është edhe terreni që më jep atë adrenalinën her pas here, edhe përfshihem aq shumë në personazhet e mi sepse jam natyrë vetë ndjeshme dhe mendoj që nëse do bëja emisionin e Odetës do isha gjithkohës duke qarë. Se ta përballoj, pra ato thash që nuk ka lidhje, okej, puna më ka bërë të fort, por nuk ka lidhje se unë jam e fort dhe unë e bëj. Jam e sigurt që çdo kush do ta bënte, me pak muaj, le të themi, për të kaluar tek ajo forca për të përballuar transmetimin dhe dhimbjen dhe gjithçka është okej. Pra kushdo mund ta bëj. Po Andit mos ja keni besën Andit se jam i sigurt që mund ta bëj. Ka treguar që i ka bërë 7 emisione. Jo thjesht për atë, po edhe në përditshmëri me lajmet, me informacionin të rastisë që të transmitosh, të raportosh edhe të pysh kolegë ngjarje shumë të rënda. Në aksident apo me dhe më kujtohet... Sa do të përfshiesh, si do ishtë tjetë? Më kujtohet, në mos gaboj për para disa vitesh, është regjistruar një masakër në Selenis të Vlorës, ku një ri ka ekzekutuar familjarët e tij. Në 3-4 banesa ishin gati një fis, në 3-4 banesa që ishin aty pranë, dhe kemi ndjekur një transmetim shumë gjatë drejt për drejt derisa ajo arrestuar së ishte edhe marrë me rrezikshëm.
Dhe të nesërmen ishim në transmitim një kohë gjatë dhe në momentet, megjithëse aty pastaj është edhe diskutimi që deri sa duhet transmetoj media, por edhe tek ceremonit mortore të gjithë ishin, nuk di, 7 apo 8 viktime që ngjashmëren kishte edhe fëmijë. Tani unë mendoj se për fillim viti, kjo është ajo. Po më mirë mos e diskutosh, po vetëm aty ishim shumë pak dhe ai ishte një moment shumë i vështirë. Unë nuk dola në pamje, sepse në pamje ishin çfarë po ndodhte realisht në atë moment, por më vërtet absolutisht jam prerë. Sepse një moment është, unë jam i ftohtë dhe mund të jesh shumë i fortë, por është një moment, ishte edhe fëmijë, 7-8 persona që humbën jetën edhe në momentin e ceremonisë mortore. Pra patjetër, sepse publiku duhet ta di se edhe ju njerëz dhe ne njerëz jemi, vështirësi gjenden për të. Unë nuk preka dhe po të isha të shfaqur në ekran, kjo do dukej shumë qartë. Por ishin në pamje ishte ajo çfarë po ndodhte atje. Ajo çfarë ndodhte mbrapa. Lerina? Unë me thënë drejtën, asë nuk do të bëja, me dëshirë nuk do e zgjidhja të bëja një emision të tillë. E vlerësoj, patjetër, po nuk është ato gjërat që unë preferoj e vëzjet të bëj. Nëse unë ikim nga pajgjut, do këtë vështirë pronarit të pajgjut. Po nuk është e vështirë, mjafton të kesh dashuri për punën dhe e bën. Një plus për të. Më pëlqen ashtu edhe emisioni Gjensilës për shembull, që ndër emisionet që realisht më pëlqen shumë. Më pëlqejnë ato lloj emisionesh, apo e gjej unë veten, më mirë që në një farë mënyrë të ngjallin shpresë dhe e gjen histori të veçanta njerëzore, mund të bëhesh pjesë e tyre. Sa e vështirë të jesh në treg me kulturën që aq shumë i mungon ekraneve tona. Lajmet kulturore, zhvillimet, historitë, sukseset e artistëve. Unë mendoj që në fakt është shumë e rëndësishme, sidomos edhe në periudha të vështira, që njerëzit të ushqehen më shumë me kulturë. Përveç rubrikës në librarit librave, unë ndjek përditë zhvillimet kulturore të gjitha drejtimeve, ndërkohë që është dhe rubrika, pra që është çdo fundjavë, rubrika në librari. Edhe unë mendoj se edhe kjo më jep një drejtare, më krijon një drejtare, një hapësirë shumë të mirë për të gjetur veten, në një farë mënyrë më detyron edhe të ri afër me librin, edhe në ato momente kur duket që është shumë e vështirë, sepse libri është një ndër gjërat që e kam dashur gjithmonë. Dhe mendoj që është një mundësi që duhet zgjidhni personazhe, histori që klikohen normal. Odeta. Na ke hapur një temë që sikemi në studio tani. Krahasimet, rezultatet, klikimet, suksesi. Unë pak telefonuesit. I ngacmon pak, e bën këtë për me qëllim që të klikohet ajo që do thuhet, që do dali aty? Jo me të, po të thash, duke bërë bisedën e hapur, shkoj edhe pak më tej, najsa mund të thuhet. Pse të ngacmova? Është e pashmangshme lufta e klikimeve. Në thonjë za lufta, sepse ne dim tani më transformimin e bërë nga media tradicionale në media digjitale, kështu që është e pashmangshme që ne mos të orientojmë disi. Edhe pse jam i sigurt që unë e gjithë kolegët e mi nuk e duan ta bëjnë këtë gjë, sepse në thelb, në vetvete ajo është pastaj deviancë nga gazetaria profesionale. Por tregu sot është i tillë i bërë kështu i ndërtuar dhe ti ke pamundur të shmangësh. Për shembull, po marr rast të programit tim, se gjithë secili e njeh mirë e studion programin e vet, po me që jam këtu dhe mund të flas për të. Unë jam 3 orë thjesht çdo ditë në transmetim. Dhe unë kam të pamundur që të paktën një mendim në ndërtim të skaletës të mos e shoh në kontekstin e shitjes, e klikimit, sepse ndryshe nuk do ta nxjerrë punën time. Dhe kjo është konteksti të gjithë. Kjo është një gjë më të mirë që mund të bësh. Ka xhelozi mes jush për klikime, sa shumë lidhet, sa shumë klikime, sa u klikua kjo histori. Odeta në telefon, po nuk e di pse tha jo. Më thuaj të vërtetën Odeta. Jo, ti rritu në klikime dhe unë t'kam uruar, prandaj ka marrë, ka thënë bravo Armal. Telefonata pas të qenë. Telefonata pas të qenë. Nuk është cila gjithë personazhet ata që shesin. Dgjoj, Niki, dhe ti je pjesë e reportit. Ka xhelozi? Ana juaj bën me këtë. Fare, ne nuk kemi xhelozi, ne jemi gjithë momentet javore, ka xhelozi. Sot po në pjetë Niki. Jo, po lapur tani. Kur të më ftoni në program, do t'ju jap një përgjigje. Personalisht i kam përzgjedhur të gjitha profesionet, pak a shumë që secili shqiptar të gjej veten. Qoftë edhe në destinacione që kam lëvizur jo vetëm në fshatra, po edhe në qytete, jam përpjekur të ketë një gjithë përfshirë. Kushtu klikuam më shumë në 2025, në cili personazh? Po ka pasur pafund, një prej tyre ishte
Historia një të riu nga vau i Tejës, i cili kishte krijuar një kopsht flutrash, që ishte i vetmi në Shqipëri dhe pati edhe një lloj interesi nga bashkëmoshatarët e tij, duke qenë se ishte vetëm 26 vjeç, por edhe një audiencë më të gjerë, qoftë edhe nga mediat e tjera të cilët e intervistuan. Mund të pyet si gjen personazhe, të shkruajnë, u lumton vetë ka personazhe që më shkruajnë, por unë jam çdo ditë në terren, me takime me njerëzit, kam kontaktet e mia tashmë sepse është sezoni i 4 që unë po e bëj një nga ne, dhe kam qenë gjithkohës në kontakt me njerëz qoftë edhe përtej Tiranës, në fshatra në qytete, sepse në Shkodër, Lezhë, Korçë, Ersek, duke u munduar që të ketë sa më shumë gjithëpërfshirje. Dhe ndonjëherë del edhe personazhi nga vetë personazhi që takoj. Pikërisht, personazhi si personazhi. Dua të theksoj diçka. Aty mbeti te klikimet. Te klikimet i mbeti, më thuaj. Jo, flasim për klikimet. Ermali e tha shumë bukur që tani duam apo s'duam, pjesa e klikimeve është pjesë e pandar e çdo moderatori, jo vetëm report, por edhe me kolegët që janë jashtë. Në fund të gjithçkaje, e prori jot, redaktori jot, kryeredaktori, drejtori i informacionit, në fund e mat me audiencë. Dhe këtë gjë ne nuk e mohojmë dot. Një emision i suksesshëm është në bazë të audiencës. Po, ju keni qenë edhe në kohën, keni punuar edhe në kohën kur suksesi mateshe pa klikime. Jo, po kush problemi im tani? Problemi im i madh, unë si moderator e emisionit pa gjurmë, ajo që mua më habit me audiencën, ndoshta nuk dua të ofendoj ndjekësit, shikuesit e mi në mënyrë absolute, po është një audiencë e çuditshme. Kur ti ofron diçka që nuk ka një vlerë, nuk ka një mesazh, ajo është më e klikuara. Dhe kur ti përgatit një program, investon tek ai program, bën kërkime, lodhesh pafund, një staf i tërë që punon, arrini një rezultat dhe mendon që ke bërë një punë shumë të mirë, ai emision nuk ndiqet. Por realisht kjo nuk duhet të na zmbrapsht. Jo, në mënyrë absolute. Nuk mund të sjellim antivlera në Po pra, audienca që ne kemi, kur them ne, flas në përgjithësi për gjithë televizionin shqiptare, është një audiencë paksa e çuditshme. Të prek pak këtë pjesën e imazhit që kemi të gjithë, sepse Stella kujdeset çdo ditë për imazhin e personave që dalin në ekran, që moderojnë, që janë autor, i vesh i kuron, përveç se ka dhe rubrikën bëj e vetë në Reze Dielli. Do të thotë deta, po. Kush është veshur më bukur Stella në 2025-ën nga moderatorët në ekran, gazetarët? Nuk them dot një emër se i kam këtu edhe më mërziten. Ja mund t'i vlerësoni juve kush është veshur më bukur. Këto e kam më vlerë vetë. Ta kam gjetur unë. Qofse ta ka gjetur Stella dhe ka sugjeruar. Kush është më Stella vjen si le thuash, Stella bën një punë të lodhshme, merret me nazet tona çdo ditë. Kush është më Zezeku në veshje nga gjithë moderatorët? Më Nazeliu nuk ka, në fakt janë. Jo, nuk ka, tani ka një në Nazeli që ta kthem veshjen. Më i dëgjuari është Andi. Sot Andi gjë. Andi nuk thot asnjë gjë dhe vesh atë veshje që ja punë dhe merr ato këshilla të shumë i dëgjuar. Pastaj më tipi, unë mendoj që është Ermali, se për ato. Kurse për vajzat pastaj duke filluar nga ty Niki, të gjitha merat, jo, disa gjëra nuk i di për vete. Jo, do të thotë, pra prandaj këtu të nxjerrim sheshin gjithë shumë të bukura edhe tregojnë, reklamojnë veshjen ashtu siç janë vetë, jam shumë rehat. Me meshkujt është pak vështirë kjo gjë, po se lapson tregon të vërtetën. Jo, kjo është e vërteta dhe nuk jam njeri i marrë që kështu me nga moderatorët të kanë kthyer veshje, nuk e vesh, nuk është për mua, nuk më shkon. Ka patur edhe veshje të tilla kemi këtu. Jo, unë asnjë veshje s'kam kthyer. Stella bën shumë të lodhshme. Stella po patjetër, është imazhi është kryesor. Nuk e mbaj dot, dua ta them. Stella ka një dollap shumë të madh që sjell veshje çdo ditë në report dhe i ka vendosur, këtë e ka Odeta, këtë e ka Niki. Dhe unë e takoj dhe i them, Stella, ke sjell veshjet po, e ke dollapin plot hape. Shkoj unë dhe shkoj tek ajo që duam. Jo, të se kam për ty une. Dhe më lë mua veshje. Do të thotë që ti je vetë bukur. Më mbërthen deri këtu. Edhe deri këtu. Do puna. Po, do të thotë që je vetë bukur. Për të qenë falenderoj sinqerisht për punën që bën. Faleminderit shumë meriton vlerësim. Ke patur një vit të vështirë. Për vitin që ka hyrë, çfarë i ke premtuar vetes? Unë jam shumë mirënjohëse për 2025-ën. 2024 ishte pak e vështirë për mua, kur unë vërtet mora vesh për sëmundjen time, dhe 2025-a goca e ka një çik kështu
si frikë, edhe thot mami shqyqyr që kaloi 2025, por unë i them gjithmonë që jo, 2025 ishte e bukur, sepse mua Zoti më përballi me këtë sëmundje, dhe unë ja dola, si shumë zonja të tjera, dhe duhet jemi mirënjohëse, vërtet ishte një sfidë shumë e fortë, por që përfundimi është shumë mirë, dhe unë jam shumë mirë, jam me sjush, me familjes time. Dhe Stella na ka mësuar që me një forcë është gjëja kryesore në jetë. Jam shumë e lumtur dhe duhet jemi gjithmonë mirënjohës, më bëri përshtypje Odeta dhe jam shumë e prekur për humbjen e babait, sepse vërtet është një dhimbje shumë e madhe. Unë vetë nuk e kam menduar kur vdekjen time. Goca më thoshte gjithmonë që mami, unë i lutem çdo natë Zotit që ti t'i jesh mirë, që unë t'jem në bashkë të dyja. Dhe tani që jam shëruar, më thot që mua Zoti ma shëroj mamin, edhe unë i kam premtuar që tani do lutem çdo ditë edhe po pse nuk kam problem. Kështu që mendoj që duhet jemi shumë mirënjohës e njerëzve tanë afër, gjërat ndodhin për një arsye, ndoshta unë isha zgjedhur që ta përjetoja këtë sëmundje, këtë sfidë, dhe në qoftë se Zoti me don të jem afër jush, unë jam e lumtur. Duhet jemi mirënjohës për çdo gjë që ne na që na frymëzon Stella çdo ditë. Këtë forcë na jep çdo ditë. Si ke përballuar aspekte psikologjike që janë shumë i rëndësishëm edhe për të poshtruar sëmundjen. Kështu që ky është një mesazh. Po ja, ishit ju afër, prandaj e kalova mirë. Stella. Mirë, do bëjmë një urim tani, çfarë do t'i premtosh vetes Ermal dhe çfarë urimi ke për jo vetes. Mund t'ja drejtosh dikujt te kamera. Eksakt, unë e bëj çdo ditë me veten time, kam një raport shumë të mirë me optimizmin, kështu që jam okay me këtë gjë. Po doja shumë se në kuadër të këtij viti që lash pas pauzave shumë të lë dhe kohë kolegëve, kam kuptuar dhe kam përjetuar shumë gjëra, nga më të mirat tek më të rëndat, që më kanë tjetërsuar si njeri, më kanë rritur si natyrë, por mbi të gjitha çka është më e rëndësishme është mirënjohja që Stella përmendi, pozitiviteti dhe të jetosh me gjithë të mirat që të ofrohen në kohë dhe rrethana të caktuara, sepse asnjëherë nuk e dim kur është ora, minuti, ndoshta edhe sekundi i fundit të ynë. Kështu që të shijosh jetën është gjëja më e rëndësishme, sepse të gjitha, them unë dhe e besoj këtë gjë realisht, të gjitha rregullohen. Vetëm jeta nuk mund të kthehet më pas dhe nuk mund të rregullohet. Kështu që mund gabojmë, por nga gabimet vogla që të mësojmë dhe të shijojmë. Kështu që gëzuar të gjithëve, gëzuar gjithë kolegëve. Shëndetin mbi të gjitha. Ti urimin tënd. Atëherë mund të duket pak klishe, po urimi im do të ishte vërtet për paqe, shëndet, edhe besoj që në qoftë se kemi këto, të tjerat pastaj vinë. Dhe sigurisht dua të jem e rrethuar nga njerëzit që i dua dhe më duan, edhe mirënjohje për çdo gjë të mirë që na ofron jeta për ditë. Gëzuar, faleminderit. Gjeni, Stella? Unë do thoja vetëm ju uroj shëndet, edhe vetes time, forcë për të përballuar sfidat, sepse kur kemi shëndetin, pastaj gjitha të tjerat i kemi vetë në dorë. Bukur, Andi. Këtu gëzuar, Gjeni. Tregoj që tani se ti je baba i dy binjakëve, kështu që do të na tregosh pak të qenit Andi baba, jo vetëm Andi moderator dhe gazetar. Po, nuk e të sepse edhe impenjimi unë punën e marrë pak edhe me vete. Sepse ti një këti shumë mirë, këtë gjë po nuk e bëre me pasion dhe po nuk ngacmoj diçka çdo ditë. Është ti sot për shembull mund të bësh programin më të mirë të mundshme, nuk di unë të fitosh gjitha çmimet e mundshme, nesër nis nga zero. Edhe është ai pasioni që të madh do të kesh çdo ditë. Kështu që jo, me fëmijët shumë i lumtur është bekim nga Zoti, kjo nuk diskutohet, por duke pasur parasysh edhe tek fëmijët, edhe nga periudha e dimrit, një grip i vogël, një shqetësim i vogël, shëndetësor dhe të prish dhe të çakordon çdo gjë. Kështu që ajo që unë uroj është ajo që tha Gjensila, sinqerisht është shëndet. Të kenë gjithë shëndet së pari, që është gjë shumë e rëndësishme, nga një problematikë shëndetësore para disa vitesh, edhe unë e kam humbur babain, edhe momentalisht është një nga gjërat që e kujtojmë njëherë, nuk dinë shqiptarët, më mungon dhe çfarë nuk do jepë që 5 minuta të rria sërish me të dhe për atë që i profesion të rëmuar. Kështu që shëndet për gjithë shqiptarët, sa më shumë të mira, mirëqenie, pse jo sepse kohë të vështira janë, dhe ajo tjetra në fakt që unë kam është të jemi sa më pozitiv me njëri tjetrin. Po nuk na kushton asnjë gjë që të jemi sa më pozitiv me njëri tjetrin, të kuptojmë njëri tjetrin. Vërtet ne nuk mund të perceptojmë dot
të gjithë, por të jeni të bindur që gjithkush një gjë, edhe nëse të ka bërë dëm, e bën për një arsye të caktuar. Kjo nuk do të thotë që ti do i mbash të gjitha në shpinë, edhe pra në çdo padrejtësi. Por jam shumë i bindur që në gjërat më të thjeshta dhe më të vogla mund të jemi shumë pozitiv dhe mund ta duam njëri tjetrin, mund t'i buzëqeshim njëri tjetrit. Edhe kjo është për mua shumë e rëndësishme. Kështu që shëndet të mira, mirëqenie dhe pak ekonomi duhet dhe kjo, sepse jemi shumë të turisnuar. Po themi pak ekonomi tani mos të bëhemi lakmitazhin, cila dëshira pa lekë shprehet. Dëshira shumë ekonomi pastaj po është pak e vështirë që bëhet shumë me njerë dhe prandaj tash pak ekonomi ndoshta më të mirë se kjo e shkaloj, por nuk na kushton gjë që jemi pozitiv me një. Absolutisht edhe këtë e kam rëndësishme sepse nuk kuptoj ka gjë. Absolutisht. Tu ka vetëm mirësi, vetëm pozitivitet, Odeta, apo jo? Po. Na bën bashkë reporti. Cili është urimi jot? Urimi im. Stelën e kam lënë për në fund, tani se do këndojmë. Do këndoj Stela. Stela do këndoj, unë do kërcej. Nëse ti do këndoj Stela, unë do kërcej. Do këndojnë panelistët tanë, do këndojnë sot. Se shumë serios keni të qëndruar. Nuk të prisja kaj serios. Përveç se ju uroj shëndet dhe jetë të gjithë teleshikuesve të emisionit tënd të Dashuniki, edhe kolegëve të mi, unë dua një premtim, uroj që ta mbaj, që viti 2026 një premtim për 2 fëmijët e mi dhe veten time, se edhe burri ndoshta pak, por burri jo ka, le të themi, nuk ja kam lënë mangët burrit, fëmijëve. Më shumë kohë të munguar ndër vite, këtë vit ja zmësoj fëmijëve të mi dhe vetes time, të përkëdhel pak veten time. Uroj, palën pas dore, punën që kam vazhduar prej vitesh, ta vazhdoj 2026. Do me thëmë burrit se pas e dhe Jo, e ka ndaj e thash. Truna, le ta ndryshojmë pak atmosferën dhe vazhdoni të qëndroni, do të presim gazetarët e tjerë të familjes tonë report, ku jemi çdo ditë bashkë, ku punojmë çdo ditë bashkë, ku përshëndetemi çdo ditë, ku shkëmbejmë energji, mendime, ana profesionale na bën dhe ajo çka është e përbashkët është që ne e duam të gjithë këtë profesion. Do ma thoni dhe një arsye pse e doni këtë profesion? Niki, çfarë mund të bëje ti se do të bëje këtë profesion? Niki, në fillimet e mia unë kam dashuruar televizionin, unë s'kam mbaruar për gazetari, rastisht kam hyrë në televizion dhe pse e kam dashuruar, përfundova, dëshira më realizua, përfundova në televizion, dalja në kamera, ato fillimet e veta të duken sikur ku je dhe çfarë po bën, por pastaj të kthehet një punë që ndoshta po të më pyesësh sot çfarë do doje të isha, më mirë do thosha për atë që kam mbaruar se sa televizioni, sepse televizionin e shikojnë si një kuti që ti e komode, lyesh, vishesh, del ja u thon të shpesh se ti ke punë të bukur, në të vërtetë lodhesh se ti është një punë kaq shumë e lodhshme. Ti takon shumë njerëz, ri me ta. Nuk e din se çfarë ndodh. Vajza ime më imiton mua dhe ka qef, thotë dua të them mos ke që mami, vetëm gazetare mos u bëj. Vajzës time po, këtë gjë ja them. Por ama me bindje që nëse nuk e dashuron dhe nuk e do në formën 100% të vetë këtë profesion, nuk arrin ta bësh dot për një kohë gjatë. Dhe sigur që në një moment të caktuar do dështosh, do rishkas këmbë. Është e sigurt që ne gjithmonë zgjohemi, flem, jetojmë këtë gjë se është e pamundur ndryshe. Ndryshe pas e të kthej thjesht në një punë të zakonshme. Nëse teleshikuesit do dinin ato grupet tona të WhatsApp-it, ç'a bëhet në orë të ndryshme të ditës. Stella, do t'ja marrësh një këngë? Një refren? Pietore mu njamulu dhe po pia vete për ata ty sytë e bukur mu se shmënan të qetë. Pietore mu njamulu dhe po pia vete për ata ty sytë e bukur mu se shmënan të qetë. Se ti me të mqaje s'pranoj të qeshe e më të rrise si e marmo. Ajde, ajde me të mqaje s'pranoj të qeshe të rrise si e marmo. Ajde, ajde
Pasurova sytë e bukur, sytë e t'janë zisa, më shkatrove, më elmove, më umberi nina. Pasurova sytë e bukur, sytë e t'janë zisa, më shkatrove, ma umberi nina. Se ti vetëm qaje s'pranoje të qeshje, më të rrise si e marë amor. Hajde, hajde, se ti vetëm qaje s'pranoje të qeshje, më të rrise si e marë amor. Hajde, hajde. Gëzuar edhe njerë, shkëputemi dhe rikthehemi sërish me panelin tjetër të gazetarëve. Ju presim. Vazhdojmë të jemi me panelin e gazetarëve, me familjen e reportit. Paneli tanishëm është ku gazetarët janë vetë lajmi. Për gjatë gjithë vitit, ata na raportojnë, na sillin lajmi, jetojnë me lajmin në terren, mes kronikës së zezë, mes politikës, mes aktualitetit, por sot do të flasim për veten e tyre, atë çka ato nuk e tregojnë përpara kamerës. Le t'i prezantojmë një herë, edhe pse ju i njihni. Jemi me Keti Banushin, ti marr me radhë, mbulon kronikën e zezë në Report Televizion. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Gëzuar. Gëzuar. Një vit i mbarë qoftë për ty, në fushën profesionale edhe familjare, private. Shpresoj të jetë i mbarë edhe ky vit, sepse viti i kaluar ka qenë shumë i mbarë. Pajton fushën time ka qenë shumë i mbarë dhe ka pas shumë prurje. Ka pas shumë, tamam si anglezët që lajmi keq për popullin, lajmi mirë për gazetarin. Sokol Dema, po ashtu nga kronika e zezë, aktualiteti, që ndodh në terren, mirë se erdhe, gëzuar një vit i suksesshëm qoftë. Faleminderit, mirë se u gjeta, gëzuar gjithëve. Me të drejtën, ka qenë vit jo i keq, shpresojmë që edhe vijimi të jetë pak a shumë në këtë ritme. Ju i keq në kuptimin e prurjes së lajmeve, ju si e shihni në këtë këndvështrim? Të prurjes së lajmeve ju i keq apo të natyrës së lajmeve që kanë ndodhur? Shiko, nëse flasim në aspektin e statistikës ka qenë më i mirë dhe duhet thënë që sa më pak ngjarje kriminale aq më mirë është.
Më kam përshtypjen që është mit ai diskutimi që gazetarët i kënaqin ngjarjet e këqija kriminale. Jo. Në fund ditës, kur vritet dikush, kur vdes dikush, asnjëherë nuk është lajm i mirë për te pjesës që ti duhet merresh me të dhe është puna jote. Mirë se erdhi Esion Akonomi nga aktualiteti politik. Gëzuar dhe qoftë një vit i mbarë dhe për ty. Gëzuar, gjithashtu sa më shumë fishek zjarre për këtë vit të ri për gjithë kënd me lajmet mira, ndërkohë që i uroj që ketit ketë më shumë punë nga sektori im se sa unë ka me politikën, se më shumë shkoj në SPAK se vi në parlament. Dhe të uroj shumë sukses. Kemi menduar të uroj shumë sukses të vit të më lehtësosh barën në parlament. Mirë, vazhdojmë me Daniela Malokun, po ashtu në aktualitetin politik. Një vit i mbarë, gëzuar dhe unë do uroja të njëjtën gjë si që uroj edhe Esiona, por këtë herë pak më ndryshe sa më shumë politikanë në SPAK. Urimi për gjithë dhe në marë. Keni qënë gjithë vitin aty me të drejtën. E kam personale me Ketin. Duan t'ja pasojnë të gjithë. Unë jam e vitë një që iki në 8 dhe vinë orën 4. Duam t'ja delegojmë Ketit të gjithë. Ndoshta në orën 7, por duan akoma dhe këtë vit. Mirë 2025, apo duan 2026. Viti gjatë do t'jetë dhe ky, kështu parashikohet, me gjithë të shohim, sa po ka nisur. Eliza Gjediku, mbulon aktualitetin ekonomik, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, gëzuar. Ke marrë dhe një çmim në fund të këtij viti, apo jo? Po, u vlerësova me çmim për raportimin më të mirë ekonomik në median audiovizive, sa i takon një raportimi që ne kishim bërë në fund të muajit korrik, të vitit 2025, sa i takonte fondeve të IPARD-it që janë të bllokuara prej 2 vitesh. Por ato u vlerësova, mbjeva e vlerësuar normalisht edhe nga televizioni ku punoj, ku bën gati 6 vite. Dhe i uroj gjithë shqiptarëve që të kenë një vit sa më shumë. Jo, unë uroj më shumë shëndet, patjetër dhe lek, dhe uroj që Keti të mos mi marrë të gjithë ministra dhe drejtorët me të cilët bashkëpunojmë dhe t'i çojnë në SPAK. Keti me ty pas të gjithë. Më duket se tani radha herë dishkrimit tënd, domethënë. Do shkosh në SPAK. Pam në terren, tani të shohim. Migena, Megi, mirë se gjetëm. Ne të rasim gjithë. Tani ti je në studio dhe këta të sillin të gjithë lajmin aty. Patjetër, këto janë, po mos ishin këta nuk do ishim ne. Gjithçka këta sjellin, ne jemi pasqyrë e tyre. Kështu që unë i falenderoj përzemërsisht për gjithë punën që bëjnë, terreni është shumë i vështirë, ne e dimë gjithë. Dhe kanë bërë një punë fantastike. Po, Megi ëmbëlsira jo. Vetëm fjalë të ëmbla. Jo, është e vërtetë. Domethënë i meritoni dhe pa ta e thash, domethënë nuk do ekzistonte lajmi. Unë thash që në fillim kur prezantova familjen e reportit me cilën festojmë sot, ne vazhdojmë të jemi në festë, sepse kështu dëshirojmë ti kemi gjithë ditët e tjera të vitit, por derisa reporti është në një, le themi, ambient mjedis prestigjioz në fushën e panoramën mediatike shqiptare, fal punës tuaj. Dhe kjo është për të përgëzuar, për të bërë të kitur, apo jo çuna një shumë instrumentale. Për punën e palodhshme që u bëni për përkushtimin, sepse padyshim që kjo punë do pasion, do përkushtim, do durim, do lodhje, sakrifica, të cilat edhe mund t'i tregojmë. Pra, atë çka ju tregoni përpara kamerës, atë e di publiku. Publiku nuk di çfarë ndodh me atë sakrificën, me atë durimin, me ato momentet që ndodhin deri në vetë mohim. Pse jo, çfarë ndodh prapa kamerës? Kur mbulojmë një kronikë të zezë, më tregoni pak. Është vështirë të mbulosh kronikën e zezë, ka vështirësi. Shiko, unë po e filloj ndoshta përpara Ketit për shkak edhe të situatës. Pra, ngjarja ndodh, në fillim trajtohet nga unë, më pas pasohet te Keti për ta ndjekur në gjithë rrugët e drejtësisë. Nuk është as pak e lehtë, me thënë të drejta nuk është e lehtë, me kalimin e kohës njeriu fillon e merr veten edhe i lehtëson pak a shumë gjërat, por më tepër kronika e zezë në fillimet e mia për shembull më prekte më tepër tek pjesa njerëzore. Pra, ti nuk je i përgatitur për të parë viktima, nuk je i përgatitur për të parë gjak, plumba, por me kohën duket se është diçka që të paktën mësohesh. Jo se ambientohesh totalisht, por mësohesh. Ju folet për atë orare pa orare. Shiko, unë jam ndoshta një ndër të vetmit gazetar, ndoshta edhe Keti, por unë po njëherë që nuk mund ta fik telefonin absolutisht në asnjë orë të ditës dhe të natës. Pra ti nuk e di kur ndodh, qoftë kur je pushim, qoftë kur je në punë. Madje unë bëj shaka ndonjëherë me kolegët dhe them mirupafshim për sot, në orën 5 që ikim, por ka raste që atë ditë përkundrazi atë ditë mund të filloj aty dita e punës, pasi sapo ti shkon në shtëpi
ndodhi ngjarje rënd që ti je detyruar të merresh për orë të gjata me të. Deri vonë ka patur një batut mes miqsh dhe kolegësh të kronikës, sidomos që për situata dhe ngjarjet e caktuara unë thoja unë sot kam rënë 2 kg. Për shkak të presionit që ka ngjarja, për shkak të mënyrës se si ti duhet vraposh për ta kapur, për të kapur lajmin e fundit, për të qenë i parë jo gjithmonë, sepse nuk është njerëz jemi dhe ka konkurrencë në treg. Por tani me kalimin e kohës ka ndryshuar dhe them, ore tani po shtoj 2 kg. Sepse ndoshta kjo vjen edhe me moshën, por vjen edhe me eksperiencë. Sidomos në ditët e fundit. Ose me flinë nëse ti ke qenë në shtëpi këtë fundjavë. Po, në fakt, dhe e kam shijuar, më ka pëlqyer jashtë masë. Vjen të më pëlqej gjithmonë më tepër flia. Pa tjetër, pastaj ka sfidat të mëdha sa i përket mënyrës se si qasesh. Ndërprija fjalën se... Pjesa më... është pasioni që më kryesore, mbetet e pasioni dhe aty të dilja, po të mos ishte pasion, unë kam përshtypjen që është një sektor që shumë gazetarë të ri e braktisin shumë shpejt, sepse është i lodhshëm. Megjithatë, kur ka pasion, ka vjeshmëri. Është më e lodhshme, kush të konsumon më shumë emocionalisht, kronika e zezë apo politika? Kam përshtypjen që janë dy gjëra të ndryshme. Politika ka të bëjë më tepër edhe me marrëdhënie që ti duhet të ndërtosh edhe me njerëzit, dhe mbase kjo është pjesa që ty të konsumon më shumë, qoftë mendërisht, qoftë edhe po themi edhe në aspektin emocional, por edhe në aspektin fizik. Pastaj pjesa tjetër e kronikës zezë është sigurisht ato që i tregoj Koli, që sigurisht janë aspekte shumë të vështira për punën një gazetari. Jo, është, në fakt, kronika zezë ka të bësh dhe me ndryshe nga politika, ka të bësh me njerëz të paktën të një niveli si që është në politikë. Me se tani, mund thuar do me thënë, jam miksuar. Por diskutuar është edhe kjo. Por problemi është që edhe të paktën ato që ndjejmë vështirësi në ndjekim shumë procese gjyqësore, ka situata që ndodhin brenda, nuk po flasim për orët e gjata, pritjet e spak i politikanëve hyri doli, por ka situata në procese gjyqësore ku në fakt kanë histori të dhimbshme që në një farë mënyre ti ke bërë punën tënde dhe ke trajtuar çështjen ashtu si që ti ke menduar dhe por pa dashje mund t'i kesh rënë në qafë ose një familjarje ose një të pandeuri që është aty dhe ai shikon ty si duke qenë je përballë në seancë gjyqësore, shikon ndonjëherë si armik ose të përmend emrin në sallë gjyqi që ma ke bërë ti te reporti ose kështu. Më thënë, kjo është vështirësia, paktën që po hasim, sepse përveç vështirësive të tjera, situata se ne përballemi direkt. Paktën unë jam në seancë gjyqësore dhe jo një herë, po disa herë më përmendet emri aty, sepse ata duke qenë të izoluar, ndjekin lajmet, ndjekin televizionet dhe ndoshta ata mendojnë me të tyren që Ka që në moment të dorëzuar, kur ke thënë stop, ta vazhdoj të të më... Jo, jam munduar të sqarohe, në fakt. Midis nesh dhe të pandeurve në ato momente janë avokatët në mes që në një farë mënyre edhe i sqarojnë, por është një tension që krijohet, sepse je përballë ai të sheh dhe mendon se ti ose na ka ndodhur më herët që kanë dalë nga burgu. Kam qenë duke drekuar me fëmijët e mi, më ka ardhur dikush më ka thënë ma ke bërë ti këtë shkrim, ose ka pas të tjerë që ka thënë faleminderit se më ke bërë një shkrim të tillë. Pra, duke qenë se jemi kontakt direkt, ka vështirësi në këtë pjesë, jemi munduar të jemi gjithmonë neutral dhe prandaj gjithmonë kemi marrë disa burime, nuk mund të marrësh vetëm një pjesë, por disa sepse janë dhe këto faktor. Nuk ka pasur ngjarje të rënda që mund të bëhemi lajm dhe ne, por ka patur situata që normalisht nuk kanë qenë të këndshme për momentin. Pra, këtë ishtë duke nga thënë që nuk ka shumë fansa në burg. Nuk ka shumë. Politika ka vipa? Në burg ka shumë. Në burg ka shumë edhe për fat... Si që është në showbiz, që të ketë një personazh që është dhe i vështirë për të intervistuar... Tani, parimisht, po të ekzistonte një sistem llogaridhënie normal, do të ishte kryeministri personazhi më i kërkuar dhe më i vështirë për të intervistuar. Po e ne ka thjeshtuar punën se s'del fare. Ndërkohë që në aspektin praktik, pastaj unë kam parë njerëz që kanë ardhur në parlament kur unë kam qenë vajzë e re, po themi ose e vogël,
nga zgjoja u bën ministra dhe I kam takuar në burg më mbrapa. Pra, cikli jetës është kaq dinamik sa që nuk di nëse termin VIP e meritojnë ose kush e meriton në Komitetin Shqiptar. Ndërkohë që nga aspekti praktik, pastaj vështirësive për të intervistuar dikë, sepse kur fola me stafin tuaj më përpara për të menduar një rast të vështirë interviste, edhe gjithë do mendonin që kryeministri ose lideri I opozitës ose etj. Në fakt, rasti më I vështirë në 2025 ka qenë një deputete grua, e cila ishte kandiduar nga I biri në listë false për të bërë deputete nga Shqipëria B dhe në fund fare ngecë si deputete në parlament, një 60 vjeçare e cila kur erdhi në parlament nuk di në thoshte as partin që I përkiste. Dhe unë djem keq që kishim drejtuar mikrofonin, kishim shumë kërshërit a njihni kush ishte, pra njëri që aksidentalisht nga Shqipse në Sarandë u bë deputete në parlament. Ajo kishte një u dro thaq shumë kur kishte mikrofona në kamera përballë, realisht mendon të bindet fikët para nesh dhe ka qenë intervista më e shkurtër, po dhe më e vështirë nga ana njerëzore, sa thosh, "Ok, lëreni." Sigurisht ne kishim interes për ditur çfarë ajo do të bënte dhe çfarë plani kishte, përfaqësonte një aksident madh politik. Dhe ajo ishte aq e sikletosur në atë situatë, sa që realisht erdhi aq keq dhe menjëherë larguam kamerat nga ajo. Ky është lajmi për të, kështu për gazetarët përsëri mund të përbënte një lajm. Jo, në erdhi keq, nuk desha ta keqtojtonin mas në këtë kundërshtrim, sepse ishte realisht gjendje shumë e rënduar emocionale, njeriu që në fund fare përfaqësonte një numër të madh, 65.000 vota të Partisë Shqipëria B. Pra, ky ka qenë rasti kur ti ke dalë nga roli I gazetarit dhe ke qenë më tepër qytetari ose ishte pamundur të bëje ndryshe, por ndryshe edhe sa do të bindet fikët patjetër. Daniela, për ty cila ka qenë intervista që të ka lodhur më shumë, ke këmbgulur më shumë? Përgjithsisht, intervistat me politikanët që janë më aktiv në një moment caktuar politik, janë edhe intervista që mbase kanë përgjithsi më të madhe, edhe ti vetë kur merë, po themi, personazhe të caktuara, ke edhe atë peshën e përgjithsisë. Për shembull, unë për 2025 kujtoj një intervistë të ish-kreut të Partisë Demokratike zotit Lulzim Basha, me të cilën, po themi, kam zhvilluar një nga intervistat më të bukura. Aso kohë momenti politik në cilë vinte ai nuk ishte, po themi, momenti kulmi ti politik, sigurisht ishte në rënje të lirë, po themi, ishte me një parti modeste të marrë huaj që kandidonte në zgjedhjet 2025, por ndonjëherë zbulon aspektet cilat kostumi I një politikani aktiv nuk ja lejon, po themi, që ti shfaq. Pastaj, nëse do të kujtoja intervista ku sigurisht ti angazhohesh më shumë për qenë e përgatitur, por intervista që edhe të shijojnë, do të kujtoja një intervist me ish presidentin Bujar Nishani, që nuk jeton më, megjithatë përveç intervistës dhe asaj pjesës që njerëzit, po themi, shohin, bisedat I gjata edhe pas intervistës që bëje ishin, po themi, kënaqësi më vete, zakonisht me politikanë të këtij lloji. Ka patur raste, besoj se ka plot, pa ma konfirmoni ju që ju si gazetar mund të dini më shumë se sa mund të thoni mbi atë çka raportoni? Patjetër, por mbase është dilema e mos verifikimit plotësisht të lajmit dhe sigurisht që kjo është prioritare, besoj për të gjithë. Ka aspekte, Daniela ka një, po themi, vite shumë tjeta eksperience, të gjithë në pashtu, keti mund të thot Liza Megi Koli që në këtë bashkëjetes të gjatë, burimet këthen shok, këthen partner. Dhe ka shumë gjë që të thuhen në mirë besim, dhe ti nuk ka autorizim për t'ja thënë publikut. Deri kur të gjesh një rrugdalje, por një verifikim deri ku është limiti, se ti për shembull mund ta duash ta thuash që ti je e para dhe dëshmëria me burimin është shumë e rëndësishme. Nëse me burimin ke rënë dakord që po ta them, por prit, ose është ky momenti kur ke autorizimin ti për ta thënë, ti merr kohën edhe për të verifikuar, por nuk mund ta tratosh burimin. Kështu që është ka raste ku ne di më shumë se sa themi, ka raste ku di më pak se sa themi në çdo rast, por është marrëdhënia me burimin është shumë e shenjtë në të gjitha aspektet, edhe të sekretit burimit, po njëkohësisht edhe të respektimit burimit. Shiko, ndodh shpesh që ti jesh në situata të tilla. Daniela përmendi drejt verifikimit, por unë mendoj që situatat, për shembull që më ndodhin mua shpesh, disa lajme nuk mund të dalin përpara se zhvillimit të ndodh. Një prej problematikave më kryesore, të paktën në sektorin tonë janë arrestimet. Ka operacione të cilat janë në zhvillim e sipër që publikimi I tyre në media praktikisht edhe mund t'i djeg. Ne gazetarët publikimin e këtyre lajmeve përpara se të ekzekutohen ose të arrestohen ata të cilët po punohet nga policia,
ti është një lloj se ti thua ti largohu. Pra, në këtë rast i bie ti jesh në krahun e krimit, të tradhtosh, se në fund interesin të duhet për herën tjetër, kështu që nuk e. Pra, përveç kësaj pjesës që ti të duhet ai tjetri për herën tjetër. Pra, miqësia e para, por e dyta është edhe kjo pjesa që ti nuk mund ta nxjerrësh lajmin përpara se lajmi të ndodh. Pra, lajmi nuk është që ka një operacion, lajmi është rezultati i një operacioni. Dhe ti duhet ta publikosh në momentin që ai ndodh. Ne ka shumë raste që i djegim lajmet dhe i nxjerrin edhe të tjerë. Po sepse është një luftë, një konkurrencë ashpër në të gjitha fushat që u mbulon. Respekton pra këtë ideal tëndin që ti e vendos mos e bësh, por dikush tjetër nuk e ka këtë ideal dhe e nxjerr. Në fund të ditës sot punë e madhe, ju dogj policisë nuk më dogj mua. Jo, ka dhe vështirësi të kësaj natyre, sepse duke qenë se ti je televizion informativ, lajmi të vjen, por duhet kohë për ta verifikuar. Kujtoj rastin e vrasjes së gjyqtarit në sallë të gjyqit, ishte një lajm që mua më erdhi direkt në telefon dhe nuk e besoja. Pra, ishte një moment që më thanë që vdiq, prap nuk e besoja sepse s'kishte ndodhur. Jam futur në lidhje dhe kemi mbajtur lidhjen se Sokoli vajti në vendngjarje unë nga redaksia. Dhe akoma i pyesja në redaksi, vërtet pyesni nga trauma, se vërtet ka vdekur, pra megjithëse e kisha marrë si informacion. Ka natyra lajme pra janë gjëra që ti mund ta kesh, po verifikimi domethënë duhet të angazhohen gjithë, është falë Zotit ne jemi një redaksi që angazhohen të gjithë dhe ta lehtësojmë punën, si në rastin e sidomos në ngjarjeve të kronikës dhe në rastin konkret. Pra, sado që ti e kishe marrë informacionin, ta kishin sjell nga vendngjarja, mos hollo video nga vendngjarja dhe prapë nuk isha në gjendje të thosha në transmetim që ky person ka ndruar jetë. Pra ishte një ngjarje shumë e rëndë për mua, në kaq vite në kronikë që kam ndjekur me mira gjyqe dhe nuk kishte ndodhur ndonjëherë dhe nuk arrija ta besoja dhe vetë si ngjarje. Pra ka vështirësi, ka shumë vështirësi sepse ke një përgjegjësi. Ti del të shohë... Që bie plotësisht mbi ju. Plotësisht, dhe verifikimi dhe gjitha ndërkohë që ti nuk ke kohë. E ke kohën të limituar. Një gjë se ndoshta po zgjatemi, më vjen shumë keq për gocat, por situata e lajmit... Situata e lajmit... Këtë që do them, situata e lajmit të kronikës me atë të politikës dallon shumë në këtë aspekt. Gazeteria politike ndonjëherë Sokoli po na shpall luftë. Bëhet edhe ndonjëherë ditët e para të vitit po na shpall luftë. Ato nuk e bëjnë dot kronikë. Më lër që ta them. Ndërkohë që gazetarët më të mirë kronikë janë vajza. U tha ashtu, edhe doli dhe s'doli nuk ka problem politikë në fund ditës lajmi. Kurse në kronikë kur ti thua ka vdekur dhe një vdekur nuk mund të bëhet më gjallë. Kjo është dilema. Janë dilema të frikshme që ti nuk mund të nxjerrësh dot nga goja pa qenë 100% i sigurt. Mos tento shpejtësinë, por saktësinë. Të kaloj pak e Eliza, është e vështirë t'ja u shpjegosh shqiptarëve ekonominë? Më falë, ne nuk e marrim vesh asnjëherë. Nuk e di se ja bën me shikuesit. Duam thjesht të dim kemi më shumë lek apo jo? Po, që ne të marrim vesh diçka. Ne të ekonomistë nuk është se kemi shumë probleme, le të themi, me aksesin nëpër institucione, me kontakte, të marrim intervista, ministra zëvendës ministra, edhe pse kohët e fundit ka ndryshuar edhe kjo qasja mediatike, sepse vendosin shumë njerëz teknik, por transkriptimi i gjuhës së tyre është në nivele shumë të shumë e vështirë dhe shpjegohu çfarë të duar qytetarëve nuk do të kuptojnë. Përmend vetëm një fjalë pensione dhe e gjithë vëmendja shkon aty. Ti mund të kesh thënë lajmin më të rëndësishëm të vitit dhe përsëri askush nuk e ka kuptuar rëndësinë e atij lajmi. Qofse ti vendos të thuash me 1 tetor indeksohet pensioni, që është një praktikë që ndodh çdo vit, shikueshmëria është në maksimum. E ka kapur luftën e klikimeve. Përsëri re. Gjithsesi, kush ka qenë lajmi vërtet më i mirë ekonomik i 2025-s? Ka pasur shumë lajme, ndryshe nga kronika e zezë apo politika që ka një lajm kryesor dhe ngjarjet vërtiten tek ai lajm. Tek ekonomia ka pasur rritje ekonomike, formulë të re për shpërblimin e pensionistëve, ka pasur reform qasje krejtore se si do të cilën me pensionistët në gjatë vitit 2026, ka pasur nisma ligjore që ndryshonin në tërësi se si do të zhvillohet biznesi, por
Gjitha këto nisma mbeten thjesht tek shkrimi i disa neneve dhe transkriptimi i tyre apo përçimi i tyre tek qytetarët është tmerrsi shumë i vështirë, ndërsa periudha më e ngarkuar për sektorin, domethënë është periudha kur edhe mendoja të pyetjen që më përpara drejtove kolegëve, a mendon ndonjëherë ta lësh gazetarinë, është vjeshta. Okej, buxheti ne shkarkojmë gjithë përgjegjësinë Lizës. Po, domethënë janë 2 muaj që unë nuk e di se sa net mund të kem mbajtur në shtëpi dhe e kam gjetur tim birë në gjumë. Domethënë. Janë të momente që e mendon vërtet që ta të prek kur e mendon, ndihesh në faj? Po tani, jo për ta nisur orët e gjata i kanë marrë goxha kohë nga familjarët. Jo për ta nisur 2026 në kështu si melankolike, por prekem shumë. Sidomos gjatë të vjeshtës, po thoja gjithë nëntori nuk e di sa net kam mbajtur në shtëpi që i mbirë kishte fjetur gjumë, dhe një natë, mos gaboj ka qenë data 10 dhjetor dhe i kisha dhënë fjalën që do ta çoja tek Lodrat në qendër se donte të shikonte pemën dhe babagjyshët. Djali im është 3 vjeç, por ishte fiksuar dhe nuk e çova. Nuk arrita të shkoja në shtëpi në orar sepse ngjarjet e buxhetit normalisht duhet ndjekur, është një gjë që ti nuk vendos, do bëhet sot dhe mbyllet në këtë orar. Dhe nuk më tha as natën e mirë. Nuk më tha natën e mirë kur fjeti gjumë. Normalisht shkova në shtëpi, qava disa orë të mira, por ne kemi një shprehje në shqiptar. Kemi një shprehje në shqiptar, nuk ke çfarë të bësh pa punë. Këtë profesion kemi zgjedhur, ndoshta nuk kemi qenë shumë të vetëdijsuar se çfarë po zgjedhim, po thjesht na ka marrë ajo euforia e momentit, por gjithsesi unë jam shumë e kënaqur me punën që bëj dhe nuk do bëj asnjë nga sektorët e tjerë përveç ekonomisë. Ti prapë do zgjidhje këtë profil. Deri në fund të emisionit më duket të fillojmë zgjidhjemi. Unë absolutisht nuk do. Një kronikën e Ketit, më të mirë kush ka më bujë. Kjo imja të pëlqem duke. Tani Keti më ka marrë të gjithë njerëzit me cilën kam bashkëpunuar. Dhe ishte një periudhë që i thoja tim shoq, mos u çudit kur ndonjë ditë më marrin dhe mua nga spaku se kisha bashkëpunuar me të gjithë gati. I numroja me Sokolin madje, Eliza ti ke marrë këtë, i thash. Jo, s'ka ngel më. Ke bërë statistikat e tua, besoj. Statistikë bësh, të prishet statistika në momentin e fundit. Nuk vendos statistikë. Edhe në këtë moment që flasim, nuk prishet statistika. Ja, Keti, sa po paralajmëroj, tha, ajo kronika jote më duket se është çështje e radhë, se i fardit. Se jotja, për ta pritur aty te dera. Do të e diçka, Lari e Sionës dhe djari i Elizës janë shpesh vizitorët tanë, që na kënaqin aty i marrin po. Do me thënë, kur këto kanë punë, bëhemi në shoqet e përkohshme të tyre. Ju lutem shoqet dhe shokët e Danielës, kur keni fëmijë të vegjël, ju lutem. Mos e dini Daniela. Ju lutem jo. E provova një ditë për çore kore shkoj në kazino me çunin. Ju lutem mos e bëni. Ndërsa ka ndodhur një fenomen me nipin, nëse më thënë, mi kam të rritur edhe ka kaluar kjo fazë, kam nipin që e marrë nga kopshti, sepse ime motor është dhe u çudita një ditë, do me thonë, aq shumë është bërë spaku tek fëmijët, sa më thoshte për një diçka që të lutem teze mos më çote spaku. Polici dhe spaku, vetëm të spaku mos më qofën, si duket aq shumë është bërë dhe spaku tek fëmijët. A të thonë të keti e spaku tani? Keti e spaku. Keti e spaku ka 2 Madje një nga dhuratat, zakonisht, dhuratat kur i bëjmë Ketit, mendojmë çdo gjë që lidhet me spaku. Një tort ose një ëmbëlsirë. Jo, kishin bërë një... Po pres radhën e tortës. Dhuratë që shkruaj, pa ty spaku s'do kishte kuptim. Megi, ti si e pritet fillimin e vitit? Më trego pak. Të kalojmë pak në ato pjesët e tjera të bukura. Po, vion, Niki, vazhdimësia 2025-ës, pa tjetër, por që risi për mua këtë vit, të kaluarin, duat plas, është riangazhimi në Report Televizion. Rikthimi, pas një shkëputje. Pas një shkëputje 2 vite e gjysmë, goxha e gjatë, dhe që ardhja në muajin qershor më pas, më ka sjellë një rutinë akoma më të bukur se që kisha, pa tjetër, sepse është një dashuri profesionale, cilën e dim jemi rritur, jemi zhvilluar me të, dhe që duket se pa të cilën nuk jetojmë do të realisht. Dhe ndërkohë raporti e zgjeroi rrezën, jo vetëm para dite, po edhe në darkë me Megin, sepse është një rrezë, nuk e di ç'mendim ka Megin raport me ne për raportimet tona live,
Kush raporton më bukur live? Ja, mos ja kërko këtë, se nuk do ta thot. Të gjithë. Jo, veri 1, 2, 3, 4 me radhë. Jo, absolutisht, secili është i veçantë në llojin e vet dhe ndjem jashtëzakonisht komode kur raportoj me kolegët nga terreni që vinë, por që më rehat realisht është politika, sepse vajzat janë gjatë më parashikueshme. Nuk duhet të ndryshojë shumë për detaje. Është më pak emocionale gjendja e përfshirë. Ndërsa te kronika pastaj jemi një çik kështu. Shiko, është edhe çështje kimie. Shpirtërore. Në ngjarjet që raportojmë bashkë me Megin, nesh gjithmonë ngjarja e fundit. Dhe janë gjithmonë gjëra që dalin nga sekonda në sekondë. Megi nga studio, unë nga terreni, dhe me thënë, duket e nuk duket në televizor. Ne nuk flasim vetëm nga ekrani. Sa ato çka sheh publiku. Ne edhe chatojmë me njëri tjetër, ndërkohë që jemi duke raportuar. Po, e vërtetë. Për punën, Shiko se ka dalë kjo. Dhe njoftojmë njëri tjetrin që është kjo, është edhe kjo, më pyet për këtë, Koli do të pyes për këtë, shiko Koli edhe këtë. Pra është një kimi që Megi e ka. Pra raportimi me politikën apo me ngjarje që ka një farë planifikimi është më komod. Me kronikën e zezë, edhe për mua është shumë i vështirë ndonjëherë. Imagjino pastaj për speakerin që është në anën tjetër, që s'ka pse të jetë perfekt në fund të ditës në një sektor të caktuar. Tani, imagjino ti uroj unë Kolit për shembull, imagjino sa më shumë lajme të bukura, lajme të mira këtë vit, por ne ngelu pa punë, do thos presën ato lajme të tilla për t'i raportuar. Jo, me shpresën që të ketë sa më pak ngjarje. Sa më pak ngjarje të kronikës së zezë, ato urojmë të gjithë, sepse ky vit ka qenë vërtet shumë i ashpër. Me lajmet bombastike, si nga kronika e zezë, politika që do vazhdoj, tani të shkëputemi pak dhe më tregoni, keni marrë ndonjë dhuratë apo jo? Po, kemi marrë. Besoj që kemi nisur me njëri tjetrin, sepse ne kemi një tradit në report që i bëjmë njëri tjetrit dhurata në fund vitit. Bëjmë një Secret Santa. Dhe e kemi nisur me ato dhurata. Unë për vete jam shumë kënaqur me dhuratën që më është bërë. Më është bërë nga një çuni i redakcisë dhe më kishte sjell dhurata. Do më thënë... Që ishte dedikuar të mërë si shumë për Danielen. Që ishte dedikuar me emër, me çokolata dhe më pëlqeu në fakt. Po, Daniela ja mësoi emrin në Djaret në Fjalë ditën që mori dhuratën. Jo, ja dhurata që na bashkoi. E mësova se ishte sekret dhurata. Unë doja të gjeja kartolinën që kisha marrë, se për te dhuratës, kartolina ishte shumë e bukur. Unë dhuratën e fund vitit e mora nga redaktori i reportit, Kujtim Topuzi. Dhe kishte një kartolinë shumë bukur. Ne në redaksi kujtimin e quajmë kujtim kushtetuta. Nuk ka një të kushtetuta që nuk e di. Dhe ai më kishte shkruar te kartolina gëzuar 2026-ën, është e rëndësishme GDP-a familjare, por njëkohësisht edhe kushtetuta. Këtë më falin se kam folur jashtë masë shumë goca, po edhe këtë do ta tregoj. Me që ti ne bëm Secret Santa këtë vit, por unë nuk isha pjesë e Secret Santa, sepse e mësova... Jo, isha pjesë e lojës, po që në fillim Odeta Dume, që është kolegja jone, më tha, Kolita, mua më kërën e mërjota, po ti pse më tregove? Pra e di që është angazhua, unë e di dhe dhurate që të ka bërë Odeta. Se e mora vesh direkt, po e prishe lojën, s'ka problem pasaj, kështu është puna. Kjo është ideja. Mas në ditësh më qënë dy foto, Koli, cilën do? Këtë portofolin apo këtë portofolin? Aty nuk e bët do të rolin e gazetari. Pra më prishe ti, s'ka problem, unë e zgjodha dhe më thënë, dhuratën vetë të Secret Santa. Unë nuk e dija, asë emri nuk e kishte shkruar kujtimi, se po shishte aq më kishte bërë, e kam kuptuar vetëm nga karta që më kishte vendosur. Ndërsa dhurata tjera këtij viti kam marrë, edhe të tjera përveç Secret Santës, më përmendet çmimin, dhe dhuratë tjetër ma bëri reporti në punë të verës, më propozuan që të bëja një hapësirë ekonomie këtu, dhe për hir të djalit e refuzova rreth 2 muaj, por pastaj. Shumë gjëra kemi refuzuar për hir të... Dhuratë më të mirë kam për vitin që lam pas, nuk e kam marrë për Secret Santën, që isha shumë e mirë ajo, faleminderit Luli, por e kam marrë nga 2 kolegët e mia të dashura të politikës, që zgjodhen që unë kam ditë në maj. Që nuk kemi dhe aq të këqija. Po, treguan që nuk kanë aq të këqija. Po. Foli pusho. Mos flit më. Gjatë gjithë pranverës isha angazhuar me votën e diasporës, edhe me votimin në Shqipërinë tërësi, po me votën e diasporës në mënyrë të veçantë, që është erisi për këto zgjedhje. Dhe Daniela Mirazielen tallashin me mua shumë që gjithkohon bëja stand-up me efektin e votimit. Okej, tallashin, më bullizonit. Me efektin e votimit që ishte
shumë gjigande, si të votosh, çfarë të votosh. Dhe ditën time të ditëlindjes isha në qendrën e votës diasporës te Parku Olimpik dhe më vjen shoferi, më sjell një tupë madhe me lule, tash ke shumë mirë. Dhe pastaj më jep një kuti. Hapa atë kutinë dhe ishte një tort ku kishin stampuar një fotografi time në fletë të votimit në dorë, edhe më uronin mbar vota diasporës. Thuaj se u isha Iliran Celibashi, do të më shkonte mbar kjo vota. Sepse pas Iliran Celibashit ishte njeriu i dytë në gjithë Republikën e Shqipërisë që interesohej shumë. Ka shijuar në mënyrë të jashtëzakonshme kjo dhurata gocave, sepse atë ditëlindje nuk mora dhurata, u kërkova njerëzve lek dhe bleva një telefon të ri, po çupat e prishën rregull dhe bën shumë mirë të kisha ngel pas një dhuratë atë ditë. A jeni të mirë paguar si ndjeni me buxhetin? Okej, është dita dëshirave. Dita dëshirave kërkojmë të gjithë rroge. Kërkojmë një rroge në 2020. Jo dhe për vështirësi pune, domethënë. Të futet një çik dhe vështirësia. Edhe vjetërsia. Dhe vjetërsia, po vështirësia. Keti po fut vjetërsia do kemi konflikte të ashpra në redaksion. Tani ju e thatë, drejtuesit e kanë dëgjuar, le ta marrin në konsideratë. Të pjesa e këto sikletet e raportimit, meqense kam ca pyetje pikante këtu. Lemza. E ka zënë ndonjëri lemza në transmetim dhe si e ka menaxhuar? Megi, për shumë, në studio. Një qeshur, një lemzë, një problem... Patjetër që ndodhin, shpesh të shtima. Sepse ndizet aspiratori dhe ndodh ajo, domethënë. Ti ke të shtyrë kështu live apo e ke mbajtur? Jo. Edhe live, kam qenë në një emision të mëngjesit, atë që bën Andi, dhe prisja telefonatat, ndërkohë që ishte telefonata që prisja kam të shtirë. Por regjia si e shpejt e kaloi edhe sigurisht që ndodh. Daniela, më imitoj një politikan ose politikane? Nuk di të bëj imitime, mund të më bësh një pyetje tjetër për imitimit. Asu nuk di të imitoj njëri, më vjen shumë keq, por ka shumë dieta për që si imitoj dot. Të ka dhënë një përgjigje një politikan dhe ty të kujtohet përgjigja, si është të thuaj si e ka të dhënë përgjigjen. Që kur bëj pyetje kreut të Partisë Demokratike zotit Berisha në konferenca, në rastet kur ati nuk i pëlqen pyetja, ka një frazë, zonja Maloku. Kur është kjo frazë, që unë e kam nxehur. Që që e vetëm të mund të më vjen ndërmend. Po nuk më vjen ndonjë gjë që mund ta përsëris. Te momentet e sikletshme për mua raportimi më i sikletshëm vjet ka qenë raportimi për vdekjen e kryepeshkopit Anastas, që ne nuk kemi kulturë fare të traditave fetare të ritualeve. Dhe ishte vërtet shumë e vështirë dhe pastaj u bën disa ngjarje dhe kur diq Papa Daniela më sugjeroi të shkoja në Rom, bëja raportime nga Vatikani pastaj. Megjithatë, duke qenë se jemi këtu e sjona në këndvështrimin tim të paktën, ishte një nga gazetaret që e ka mbuluar më mirë në të gjithë televizionet këtë ngjarje, që sigurisht është ngjarje e rëndësishme. Okej, do t'rregoj tani nuk është i 2025-s, është një vit më përpara, po vlen tregohet, që më thot shefi redaksisë që do shkosh isha në punë, ta do shkosh në mesnat në Kishën Katolike për raportim. Edhe shoqja juaj, kishte lënë një darkë atë datë, shkova, piva që shëna verës, leva buzë të kutje, vesha një bluzë me drer, dhe dola të raportova, thash pra ka dalë pirë në raportim. Dola e pirë, dhe kur mbarova raportimin ta spika, o zot sa ke shkëlqyer sot. Edhe e bukur ajo që të nesërmen kisha intervistuar një kolege që nuk e mbaja mend që kisha intervistuar. Tani këtu kam që do të dëshironim shumë neve të redaksisë së Reze Dielli që ju të na këndonit një këngë live. Të gjithë bashk. Okej, bashkë. Ju të redaksisë së Reze Diellit mos donit na prishni imazhe. Vetëm ju rregullojmë dhe ju përcjellim shumë reze të ngrohta. Kështu që Eliza, e marrim lule bord, besoj din të gjithë atë, ha? Okej. Tu i shëtitur malen kodër, tu i prek lule gjithë me dorë, veç një kosh ma të bukrin Shkodër, ty të qeta lule borë, je vogël por e plot, ty të kërkoj unë tash sa mot unë ty të kërkoj, si me ty jetën ta shoj, eja lule borë, se me ty do thur kuror, eja lule borë, se me ty do thur kuror. Shumë suksese për gjithë, faleminderit që erdhët. Në Reze Diellit, brenda familjes së Report, ju uroj mbarësi edhe t'ju realizohet çdo projekt dhe qëllim që keni për këtë. Faleminderit. Suksese Reze Diellit dhe ekip personalisht. Faleminderit shumë stafetën orkestra.
Jashtë e brënda derëso, jashtë e brënda derëso, shpëmbi u një kajrë pile. Jashtë e brënda derëso, jashtë e brënda derëso. Familjen e reportit, gëzuar për gjithë. Gëzuar. Miru ta kom shumë nesër, në Dielli. Faleminderit shumë, miru pafshim.